Do t'ishte mirë që gjërat I shohim në dimensionin e tyre të vërtet. Plus thyen kufit dhe çliron komunikimin mes shqiptarëve me një promocion të thjeshtë dhe të qartë. Me promocionin Dimensioni Plus, ju paguani 1.2 lek për minut për thirrjet brenda rrjetit dhe 12 lek për minut për thirrjet me të gjithë operatorët e tjerë, si dhe 1 lek për SMS brenda rrjetit dhe 6 lek për SMS me të gjithë operatorët e tjerë kombëtar. Plus, të përket ty. Jemi kthyer në studio sërish për të gjithë ju të nderuar miq që sapo hapët ekranin tuaj, pra ndodhemi në valët e televizionit publik shqiptar në një emision të drejtë për së drejti në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur. Përpara se të shkëputeshim për të ndjekur lajmet, ne ishim duke folur për historinë e Esat Hoxhait. Dua t'ju them se kanë ardhur informacione shumë të rëndësishme, publikuam raste që vijnë nga Kosova, Maqedonia dhe Malizi, publikuam 10 raste pasaportash në fillim të emisionit, dhe ndërkohë përpara se të vazhdojmë me rastet e tjera, unë do doja të pyesja gazetarë ku jemi për momentin me informacionet. Po, Silva. Atëherë, në lidhje me Esatin, një zotëri na ka pohuar që në atë kohë ka pas punuar në kampin e pionerëve në qytetin e Durrësit dhe duke u kthyer për në shtëpi me urbanin, është ndaluar për shkak se ka ndodhur një aksident dhe ju është thënë që në atë kohë është aksidentuar një I moshuar, domethënë rreth moshës 60 vjeç dhe jo një djalë I ri, domethënë të moshës së Esatit. Gjithashtu ka dhe mesazhe të ndryshme dhe telefonata që ne na pohojnë që fakti që zoti Shani, domethënë shoferi që mendon se mund të ketë shqipur Esatin, ka qëndruar vetëm 72 orë, ajo mund të ketë qenë vetëm për plagosje, sepse si një person që domethënë të akuzojë për vrasje, ai do dënohej më shumë se kaq. Pra janë sugjerimet të cilat vinë nga persona të ndryshëm, gjithsesi ka pasur dhe disa të dhëna. Do t'jemi në pritje, ndërkohë që stafi im ka përgatitur dhe raste të tjera për t'i publikuar, kemi diçka tjetër. Atëherë vazhdojmë me publikimin e rasteve. Shpejt e shpejt sepse duhet të hidhemi në rastet e tjera kryesore. Bernard. Ajde do të publikojmë një rast të cilin e kemi publikuar disa sezone më përpara në emisionin Njerëz të humbur, I përket pikërisht 43 vjeçarit nga Elbasani, Valter Sadushi, I cili me datën 20 nëntor të vitit 1990 është zhdukur në breg të liçenit të Shkodrës, pikërisht në fshatin Zus, teksa bashkë me 2 shokë të tij të tjerë, ka tentuar të arratiset jashtë Shqipërisë. Ata deklarojnë se rrjedha e liçenit pra I ka marrë përpara dhe kështu ata janë ndarë me Valterin. Por në fakt nuk kanë mbaruar këtu informacionet dhe shenjat e jetës për të, pasi vite më vonë, persona ndryshëm kanë deklaruar se e kanë parë Valterin në Belgjikë dhe në disa shtete të tjera të ndryshme. Unë do e bëja thirrje gjithë atyre të cilët dinë diçka për këtë histori që megjithëse është e vjetër, besoj se në atë kohë ka bërë shumë bujë dhe mund të dinë diçka rreth fatit të Valter Sadushit, janë të mirëpritur dhe do ju lutesha që të merrni në telefon për të dhënë një informacion I cili natyrisht mund të ngrohtë zemrën e babait, si personi I vetëm I cili ka mbetur që po e kërkon, pasi fatkeqësisht nëna e tij, e cila vinte në këtë studio, është ndarë nga jeta përpara 2-3 muajsh. Duhet thënë se drama në këtë familje ka vijuar me njëherë mbas humbjes ose më mbas dukjes misterioze të Valter Sadushit, janë larguar dhe të 2 vëllezërit e tij nga jeta, ndërkohë nëna e tij nuk jeton më dhe I vetmi që ka ngelur në familje dhe në shtëpinë ku ka lënë Valteri është vetëm babai I tij. Lutemi të gjithë atyre personave që ndoshta dinë diçka për këtë histori të kontaktojnë menjëherë në emisionin tonë. Aida, shkurtimisht, unë do përmend pak edhe të dhënat për Sokol Tërvolin, djalin 33 vjeçar nga Gramshi, I cili ka humbur në Firenze të Italisë me datën 23 maj të vitit 2004. Dua ta publikoj përsëri pasi ka patur informacione, pra se e kam parë mbas kësaj date të humbjes, se e kam parë në Itali, ka qenë një dëshmitar I cili thotë se e kishte takuar personalisht dhe Sokoli I kishte shprehur dëshirën se donte të largohej në drejtim të Anglisë. Megjithse nga informacionet që kemi marrë dhe nga familja, mendohet se ai mund të ketë shkuar në Hollandë ose në Gjermani, ka qenë një pistë tjetër pra, një hamendësim që është dhënë, por gjithsesi dëshmia e këtij personi qëndron. Dhe nga ajo çfarë ai ka deklaruar është se identiteti që ne kemi përmendur, Naser Shala, si shtetas nga Kosova, ka qenë pikërisht identiteti që ai mbante në atë kohë, pra mbas momentit të zhdukjes. Prandaj nëse dikush di diçka për 33 vjeçarin Sokol Tërvoli nga qyteti I Gramshit, I njohur ndryshe si Naser Shala ose me një identitet tjetër si
Admir Aslani nga Lushnja, do i luteshim në emër të familjarëve që të dërgonit informacionin tuaj në mënyrat e kontaktit të cilët janë të shfaqura në ekran. Ka pas disa të dhëna informacione dhe javën e kaluar, kur ne kemi publikuar këtë histori, gjithsesi jemi verifikime sipër. Kjo është edhe arsyeja pse ne ripublikuam për të qartësuar dhe njërë gjithë ata teleshikues të cilët duan të japin informacione për Sorkol Tërvolin nëse flasin për të njëjtin person apo jo. Kalojmë tek historia tjetër. Dhe pikërisht tek historia e Astrid Dajës, apo jo, Seda? Duhet thënë se babajnë e Astridit e kemi sonte në studio, zoti Jusen mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Seda? Po, Ajdater, po jap të dhënat e Astrid Dajës, mosha aktuale ti është 38 vjeç, vend të lindja Durrës. Astrid është larguar nga Shqipëria në datën 17 nëntor të vitit 1997 në drejtim të Italisë me skaf nga Vlora. Në momentin e largimit ai ka qenë së bashku me 2 shokë të tij. Nga momenti që ai ka dalë nga shtëpia e tij ka shkëputur çdo kontakt me familjen e tij. Unë dua të them se familja ka pasur disa informacione për sa i përket Astridit. Mendohet se një person i ka dhënë një informacion se djali ka qenë i martuar dhe ka 3 fëmijë dhe jeton në fogja të Italisë. Nuk e dim sa të vërteta janë këto informacione pasi ne kemi pasur një kontakt me një person i cili ka dhënë këtë informacion, kemi telefonuar disa herë, na ka dhënë disa detaje që ndoshta kishim të bënim vërtet me Astridin, por pa pasur një numër telefoni ose një adresë të saktë të tij, ende jemi në pritje. Atëre ne babajnë e Astridit e kemi në studio, në 17 nëntor të 97-ës djali është larguar, apo jo? Ju keni qenë në dieni nëse ai do të largohen drejtim të Italisë, ja u kishte thënë këtë më përpara, ju kishte informuar? Po, se na lëmrojnë avës do iki. Po. Edhe... Që nga momenti që u largua nga shtëpia, morët me lajmë? Nuk morëm lajmë fare, mas 3 muesh, po ky djali që ja këmë dha unë, po ky na prunë haber, so bini numër telefonit dhe se hynë numër, thë. Ne jam numër dhe doli. Po doli një vajzë, krejë shqiptarë, po l'italistë, pastaj bishim në telefonit, pas ta kap të kush. Që nga i moment ju nuk dini asgjë për djalin tuaj, përveç se... Tashim më napën me 24 mars 2011, ko marrë në Keklani, ja kom dhënë Edës, më kanë mjaftuar që djali është gjallë, Kush ju ka njoftuar? Një baba këtij djalit që i kom fol me vinin, më thotë këto punë rë. E kështë takuar Astridin në fogja dhe po? A një fëmira i shoni, se kanë qenë shok të ty ato. Atëherë sot nëpërmjet emisionit ton, këtij personi, cili ju ka takuar dhe ju ka thënë se e njeh shumë mirë Astridin, por dhe vetë Astridit nëse të ndjek. Pasi sonte mund të na ndjekin shumë emigrantë shqiptar nga Italia, shok të Astridit, por pse jo dhe ndoshta edhe vetë Astridit. Unë i lotëm ti çunit, se kam edhe komshi, edhe shok ngush me djalin, e kupton? Ju lutem regjia më ndihmoni me foton e Astrid Dajës. Ai të mboj një foto, i kom thonë sa herë në telefonata, e të shqibile si i morëm në telefon, i thash më bëj një poza, asë më pa Andres në shpisë. O Andres në shpisë e kam mëzdojnë e në Edës, ati Keklani, po u shduk në to Andres të shpisë, kanë pas zafrat, i ka pas po për para se ashtu, edhe të shqisë s'kom asë i loj Andres e për atë, së ko është, po. Më thonë që është, këtë djali më lëmëroj me babën e vetë edhe vetë, kom folë që tha është me 3 fëmijë. është gjallë me 3 fëmijë. Mi për Andresën nga... Këtë informacioni a u ka dhënë ky zotria? Po. Mund të dëshironi të bëni publik emrin e ti? Po, dalojnë herë, si thash në visit, dalojnë herë sa ditë. Dalojnë sa ditë. Pastaj mund të ashtu. Atëherë le të shpresojmë sonte të gjithë ata të cilët sapo ndoqën foton e Astrid Dajës. Sot duhet të jetë 38 vjeç, ka lindur në Shijak të Durrësit dhe në 17 nëntor të vitit 1997 është larguar det Italisë. Nuk ka marrë vetë familjen, basi ka mbritur në Itali, por thjesht ka njoftuar nëpërmjet një personi tjetër, i cili ka deklaruar se Astridin mbriti shëndoshe mirë, ju ka dhënë familjes një numër telefoni, këta të fundit e kanë provuar, por nuk ka dalë Astridi, por një vajzë, dhe që nga i moment kanë humbur çdo kontakt dhe çdo lidhje me djalin e tyre. Mbas disa vitesh vjen një lajm tjetër dhe deklarohet tek familjarë se Astrid Daja është shëndoshe mirë dhe jeton në fogja të Italisë. Nëse ka shqiptarë sonte që na ndjekin nga fogja dhe e njohin këtë person,
ose dhe vetë Astridi do t'i lutesha të lajmëroj sepse babai i tij, familja e tij janë të shqetësuar për fatin dhe për jetën e tij. Pra do t'i lutesha të kontaktonte me njëherë në emisionin tonë ose personi i cili ka deklaruar familjes dhe i kanë ngjallur shpresat se djalin e kanë shëndoshë mirë dhe jeton në Foggia. Edhe njëherë, sonte nuk do ta bëjmë publike për momentin duke respektuar dëshirën e prindërve, emrin e personit cili e ka parë Astrid Dajën në Foggia. Edhe njëherë, pra do t'i luteshim të kontaktonte me emisionin tonë dhe të na tregonte në çfarë vendi e ka parë në Foggia, ka folur me të apo thjesht janë shkëmbyer. Shumë mirë Andresën e. Atëherë do të... Di shumë mirë Andresën e, kur rinë, që kanë qenë shok në mush edhe në Të prishin shpresojmë që sonte do të telefonojnë në emisionin tonë dhe do të na tregojë diçka. Hapi mirë, po se hapë se ka mua betë tek një Atëherë do të presim gjatë mbrëmjes së sotme. Kalojmë tek historia tjetër. Po, ndërkohë Aida vazhdon itinerarin i kërkimeve për Flora Brungën, ku historia e Flora Brungës që trajton dhe javën e kaluar, ku si pistë kryesore mbetej Anglia, ku dhe më konkretisht qyteti i Londrës, me zona të ndryshme të përmendura si zona e Elim Broadway apo Brixton, ku informacioni i fundit vjen deri përpara 3 vitesh, ku mendohet se Flora jeton aty dhe ka krijuar familjen e saj. Megjithatë, dua të theksoj se për herë të parë është hapur një pistë tjetër e re, që ndodhet shumë pranë nesh, pra shumë pranë Shqipërisë, siç është Greqia, ku vetëm përpara 3 javësh një zotëri na ka treguar që Flora është parë në Omonia të Athinës, por edhe në Galaci, po në Athinë. Është pak pistë e vakët kjo e Greqisë, pasi bazohet vetëm tek foto, apo jo? Bazohet tek fotoja, gjithsesi ka pasur një numër të konsiderueshëm telefonata që na flasin për Greqinë, prandaj ishte nevojshme që të përmendej. Megjithatë, natën e sotme ne po përsërisim edhe një herë të dhënat e saj për të qartësuar dhe për të marrë vesh se cila është vendodhja e Flora Brungës, e cila ka lindur në fshatin Krajin të Lezhës dhe ka humbur në datën 1 shtator të vitit 1996 në drejtim të paditur ose në Itali, të pak në kështu supozohet sipas një telegrami që ajo ka dërguar vetëm një muaj, një letër që ka ardhur në emër të Flora Brungës, ku ka treguar se ndodhej në Itali dhe ishte shëndoshë mirë. Gjithsesi nuk dihet nëse kjo letër ka ardhur nga vetë ajo apo është dërguar nga një person tjetër. Megjithatë, sonte kërkojmë ndihmën e telefonuesve që na ndjekin, të teleshikuesve kudo që ndodhen, për të na telefonuar dhe na dhënë informacione të tjera për Flora Brungën. Atëherë duke ndjekur dhe foton e saj, shpresojmë në informacionet tuaja të nderuar miq, thjesht marrin vesh nëse Flora Brunga është shëndoshë mirë apo jo, dhe që nga ky moment pezullohet pra prezantimi i fotos dhe të dhënave të saj në emisionin tonë. Familjarët duan të dinë është gjallë Flora Brunga apo jo, dhe kjo do të vërtetohet vetëm nga zëri i Florës. Kalojmë tek historia e Bardha Leshit, një histori e cila pra ne kemi 3 javë rresht duke trajtuar dhe duke mbledhur informacione dhe këtë javë ka pasur një bum të madh telefonatash në lidhje me historinë e Bardha Leshit. Do doja edhe një herë Stella të japim të dhënat e saj dhe ku jemi për momentin. Duhet thënë se motrën e Bardhës e kemi sërish sonte në studio, atëherë kur jemi për momentin. Po do të vazhdojmë me publikimin e radhës, siç theksuat dhe ju bëhet fjalë për Bardhë Leshin. Ajo sot duhet të jetë 44 vjeç. Ka lindur në fshatin Kryezik të Pukës dhe rezulton e humbur që prej 16 maj të vitit 1998 nga Italia. Kemi pasur shumë informacione edhe këtë javë për historinë e saj. Si gjithmonë mbetemi në shtetin italian, aty ku vinë më së fundi informacionet. Venecia është përqendruar më së tepërmi zona ku kanë ardhur të gjitha të dhënat. Gjithsesi, nuk duhet përjashtojmë edhe disa informacione dhe telefonata që thoni se bëjmë fjalë që Bardha mund të kishte ardhur në Shqipëri për të nxjerrë një pasaport në qytetin e Shkodrës apo në qytetin e Pukës. Kemi arritur që të marrim kontakt me zyrën e pasaportave në të dyja këto qytete dhe nga përgjigjja që kemi marrë rezulton se nuk ka pasur ndonjë person që të ketë bërë ndonjë aplikim me të dhënat apo me emrin e Bardhës. Pasi javën e kaluar, tune ne kemi pas disa telefonata, ka pasur persona të cilët deklaronin se Bardha ishte parë në Shkodër, ndoshta kishte aplikuar për pasaport. Kjo na ka bërë të kontaktojmë pra me policinë e Shkodrës dhe kemi marrë lajmin se nuk ka aplikuar asnjë person me emrin Bardhë Leshi. Gjithashtu kemi verifikuar dhe nëpërmjet policisë së Pukës, nëse ajo mund të ketë shkuar atje dhe mund të ketë nxjerrë ndonjë pasaport, edhe aty ka ardhur përgjigjja negative apo jo, Stella. Por më e rëndësishmja këtë javë është se ne më në fund kemi kontaktuar me Fran Leshin.
i cili pra ka qenë i gatshëm të flasë dhe në emisionin tonë dhe të tregoj se si ai është ndarë me Bardhën dhe çfarë ka ndodhur me të. Doja regjia të më ndihmonit me foton e Bardhalleshit dhe më thonë se Franin e kemi në telefon direkt nga Italia, linja numër 1, regjia. Mirëmbrëma, përshëndetje Fran. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Përshëndetje. Atëre Fran, unë doja të ktheheshim vite mbrapa, në vitin 1998, pra kur ju keni kontaktuar për herë të fundit me Bardhën. E keni njohur Bardhën, apo jo? Po. Atëre kur keni kontaktuar për herë të fundit me Bardhën? Për herë të fundit me Bardhën jam pa në stacion të trenit në Mestre. Në stacion të trenit ku në Mestre? Po. Atëre, a mund të më tregoni pak si ishit njohur me Bardhën dhe me çfarë merrej Bardha në Itali, me çfarë pune merrej? Po. Unë për herë parë me Bardhën jam njoft në Pesegja të Venecis. Po. Jena prezantua, më pyeti për e ku je, më kërkohu njëm se jam vetëm. Nuk kam kërkan. A mund të më ndihmosh me mëzjet i vend me fjet e në punë? Unë e kam qurë me shosin teme, e kam qurë në Caritas në Treviso. Po? Caritas i Treviso si ka zgjetë punë në Corneliano. Po, ju dëgjojmë. Të një plak. Me boj izmet një plake. Mrapa, bani letrat, e gjeti punë tjetër në Mestre, prapë se prapë me i ba asistencë një i plakun. Zdja se u njoftë puna saj me djallin e vetë, ka nejtë zi sa ko, ka nejtë aty në Mestre. Dhe njerë jetonte pra të disa pleq në Mestre, apo jo? Po, me i plak, jo me një disa. plak. Aty më thoni se është njohur me djalin e këtij zotërie? Ja, në Corneliano njoft me djalin e këtij plakut. Po. Edhe ka shku e la plakën në Corneliano, ka shku në Mestre. Po? Prej në Mestre, ka nejtë disa ko, se me thënë paka shumë, të i gjëna sonë, mund të ke shku i vjetë, nuk e di ma, sa... E zjeti pun tjetër një barë. Po në Mestre? Ja. Po? Barëm ka thënë se punoj në Bassano. Edhe njerë ku? Bassano i thonë një vend. Bassano? Po. Kena nejtë bashk në Martelago. Po? Po ta marri shpi vetë, për me pagua sirane shpis. Po, i kuptoj. Po. Tha, mora shpin, tha mund vija dhe unë, hajde. Kena nejtë janë 6-7 muj. Po? Paka shumë se të vi kanë galu vite, s'di gjë. Mrapa gjitha i shpi tjetër Villanova, si kushtet e ma pak. Kena shkulla atje. Mrapa më shmu vajza. E kanë pashtru në spitalin Tiranë. A më dëgjën? Po, ju dëgjojmë shumë mirë, vetëm ju lutem pak më shpejt, sepse jemi në një emision të drejt për së drejti dhe koha televizive është pak e kushtueshme. Prandaj do t'ju lutesh të më tregonit pak më shpejt. Pra, mori telefon familje, se ke vajzë shtru spitale, kanë analizat e gjakut kesh në Tiranë. Kjo ju bëri që ju të largohesht nga Italia dhe të linit Bardhën në Italia, po jo ju ndërkohë jeni kthyer në Shqipëri për të parë vajzën tuaj. Ja, mora shpinë tjetër, prej në Villanova, mora shpinë tjetër, se nuk më bate kush letrat mu në shpi si ishte e vogël. Ndërkohë Bardha ishte e pajisur me dokumenta? Po. Po. Edhe ishte në punë të ky bari si kite gjithë. Po.
mora shpinë. Ju kur jeni takuar për herë të fundit me Bardhën? Herën e fundit me Bardhën jeni takuar në stacion trenit në Mestre. Në Mestre. Kur thonin stacion të trenit, ajo do largoj, do shkonte ku apo do largoshit ju? Ja, unë do t'i vishim në Shqipëri, me marë familjen. Ju do vinit në Shqipëri, ishte pikërisht periudha që e kishit vajzën të sëmur, apo jo? Po. E kurse ajo, nuk di gjë. Jena takuar rasisht, e më tha, kuj të shku, jam të shku, thashë marë familjen. Tha, kam i valigje, se ka palan i valigje të shpia jeme. Po? Tha, kur të ta marrat valigjen, tha se kam do robën në ta. Tha, është na qesin, i dhash i kopje. Po? Qesit. Edhe, shko merë, tha, shkur të kona, kemë më në qesin. Ndërkohë gjatë saj periudhe, ajo ku jetonte? Ishte larguar nga shtëpia juaj dhe ku jetonte? Po, nga shtëpia jeme e kenë larguar. Ku jetonte? Nuk di gjë. Unë pa thënë se unë njëf i shok temin, e ka një 20 vjeç, se unë i pa të thënë, mas i kalume prej shpis Vilanova, po deshte të lëshoj një lomë, desa sistemosh. Po. Jo, tha, unë kam i shok temin, i thonë, ka një 20 vjeç, rrime ata. A ishte italian? Nuk e di se prej ka ishte. Nuk e pyetet. Ja. I dha shqelsin, kur e më këthyje, po? Kam zjet një letër në tavolinë. Ku ju shkruante se do të largoj, apo jo? Letrën e ka e motra. Po, jemi në djenin të kësaj letre dhe ne dhe motra e Bardhës. Atëre që nga ky stacion treni, pra në Mestre, ju nuk e keni parë më? Në vitin, në çfarë viti ka qënë? Në 98-ën. 98-ën. Sepse unë, kur jam këthyë me familje, po? Në maj 98, po? Nuk e kam taku ma. Atëre që nga maj 98-ës dhe deri më sot që ne flasim, ti nuk e ke takuar më dhe nuk e ke parë më, apo jo? Ja. Ke dëgjuar të flitet për të nga rrethi shoqëror apo nga shqiptarët e tjerë? Unë nuk kam dëgjuar se kam pa. As ke dëgjuar të flitet për të, as se ke parë? Tash në gjua. Sikur në gjëti, unë nuk kam dëgjuar se gjë. Ja, u bëj këtë pyetje, zoti Frank. Se për shumë, unë kanë thënë në telefon, se ti ke dalë sa herë në televizor të të kërkua radio televizor. Unë s'kam dhe gjë. Si? Kanë marrë në telefon. Po? Se radio televizorit ka kërku me falë në telefon me ta. Po, pikërisht për të dëgjuar këtë, sepse ju jeni personi fundi që keni parë Bardhën. Nëse unë ju pyeta në qoftë se mbas 98-ës dhe deri në këto momente që ne flasim, a keni dëgjuar për të çfarë u bë me këtë person? Ja u bëra këtë pyetje sepse ju keni qëndruar, pra keni jetuar me të në një farë mënyre në një shtëpi, keni ndarë qëran bashkë dhe ky person tashmë është zhdukur. Familja nuk kontakton me të. Nga kërkimet që ne jemi duke bërë deri në 2006 rezulton se ka qenë regjistruar një person me emrin Bardhe Lleshi në Rom. Megjithatë nuk ju bën përshtypje fakti se ku zhduk ky person, pra sepse e keni dhe nga zona juaj apo jo? E njihni familjen e saj në Shqipëri? Po. Pikërisht kjo është arsyeja pse unë ju pyeta. Pra ju që nga 98-a në këtë stacion treni nuk e keni parë më? Ja, nuk e kam parë më. Nuk e keni parë më? Ja, letrën se ka lënë tavolin, ja kam qu motrës vetë. Po, jemi në djenit të kësaj letre, ne thjesht donim të dinim hollësit pra se si jeni ndarë me Bardhën, nëse ju ka thënë diçka tjetër, juve thjesht ju ka treguar për një person 40 vjeçar dhe ju nuk e keni pyetur se nga ishte ky person, ku do të jetonte me të, absolutisht nuk ju ka interesuar kjo gjë. Jo, sepse asaj me mua ka jetua, ka nejt sepse ka pas interesën e vetë. Zoti Frank, kjo ishte arsyeja. Zoti Frank, kjo ishte arsyeja pse ne donim të kontaktoni me ju, pra të merrnim vesh nëse ajo ju ka thënë diçka më tepër, mbas këtij momenti, sepse nga 98-a, nga maji 98-ës, edhe për familjen ajo rezulton e humbur, askush nuk ka folur me të dhe askush nuk e ka parë. Përveç fakteve dhe informacioneve që kanë ardhur në emision nga persona të ndryshëm, të cilët deklarojnë se e kanë parë mbas 98-ës. Megjithatë, diçka zyrtare për momentin kemi deri në 2006 se ky person është i regjistruar dhe ka jetuar në Rom. Gjithsesi unë ju falenderoj për telefonatën, ju përshëndes
Po, ju lutem mos u largoni, motra e bardhës dëshiron t'ju pyesi diçka. Po, tone. Po, përdo. Fran, mirë mrama. Mirë mrama. Me gjithë respekti që i kam për ju, deri diku janë shumë të vërteta këto që thua. Por mas për herë të fundit kur ne kemi bisedu bashk, ka qenë 16 muaj e 98-ës. Ti ke ikë për Itali me fëmijët, me grunë, dhe unë edhe sot ju uroj shnet plot as ti fëmijë dhe ti kesh mirë. Tonë që mos përsërisim shumë gjëra, sepse atëherë unë du t'i bëj një pyetje, Froni. Froni është ai person i cili ka deklaruar në familjen time, unë nuk kam qenë aty e pranishme, por që i ka thonë burrit tem, që ti mund të vish në Itali dhe do të tregoj vendodhjen e bardhës. Pasi unë nuk mund t'i afrohem asaj. Vërtet letrën mu ma ka për Froni, unë e kam thonë, ashtu si që kam gjumë me thonë, letra ka qenë originale shkru me shkrimi i bardhës. Por vetëm këtu dyshoj. Pse Froni thot që sot unë nuk e kam pa ma si herë, një kohë kur mu më ka thonë, dhe burrit tem jashtë drejtu që të vish në Itali dhe unë të qëj tek bardhja. Atëhere, ku është vendodhja bardhës? Në gjë, Frani, po. Në gjë, do me të bëj pyetje tone. Po. Sikur ma bone ti. Po. Kur bardhja në fillim ka arë prej Shqipërisë, ka arë në Itali. Po. Ti a ke di gjë? Jo, nuk kam di gjë. Gjithçka kam marrë. Cili prej pjesëtarëve të familjes tone ka di gjë? As kërkush nuk e ka ditë. Okej. Unë kush jam për bardhën? Atere, Fran, jo të lutem sepse jemi në një emision të drejtë për së drejti dhe nuk kemi kohë. Nëse ti e ke pohuar këtë gjë tek familjarë, pra ti e di ku ndodhet bardha. Nëse po na i thuaj, në të kundërt, atere ta mbyllim telefonin dhe këtu mbaron biseda jonë. Okej. Sepse ka humbur një njeri, thjesht duan të dim është gjallë bardha apo jo, kaq. Okej, unë të thonë, qysh 98-ën, e mësot Franin nuk di gjë për ta. Nuk di një gjë? Ja. Ju i keni pohuar bashkëshortit të zonjës tone, edhe zonjës tone, se ju e dini kush bardha dhe nëse vini në Itali do t'ja u tregoj, nuk i keni pohuar. Unë i kam thënë burrit kësaj tonës, Gjalinit, si ndaqmarë, e venin në një unë, e dalim bashkë, e shëtisim, e gjajmë bashkë. Po jo se e di unë se ku ashtë. Okej. Se me po me di se ku ashtë, nuk ka se dhej problemet me thënë se ashtë në filan vetë. Pikërisht të donim të gjonim, Fran, të falenderoj për telefonatën, të përshëndes, natën e mirë. Natën e mirë. Atyre a i deklaroj se nga 98-a as nuk ka dëgjuar dhe as nuk digjë as gjë për Bardha Leshin. Gjithsesi, ishte mirë që ne të dëgjonim dhe kjo ishte arsyeja përse i bënim thirrje në emision, ndërkohë që duhet thënë se ka pasur dhe të dhëna të tjera, të paktën si që ja u thash dhe javën e kaluar, deri në 2006 kemi shenja jete në rrugë zyrtare, ajo është regjistruar, por mbas 2006-ës. Dua të them se ka pas javën e kaluar dhe një informacion tjetër për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo jo, Stella? Në fakt përsa i përket kësaj piste, gjithsesi nuk dim domethënë se sa e vërtet mund të jetë, sepse janë disa informacione që janë pak të zbeta dhe jo fort të besueshme. Është dhënë dhe identiteti një personi tjetër i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mendohet se me atë ai ka qenë personi me të cilin Bardha është nisur nga Shqipëria drejt Italisë. Edhe sonte ne nuk do ta bëjmë publike identitetin e tij sepse jemi në verifikim e sipër për të hyrë në kontakt me këtë zotëri, për të marrë vesh sepse kemi disa të dhëna se ai ndoshta ka kontakt akoma dhe sot e kësaj dite me Bardhën. Megjithatë do të jemi në pritje, do të presim gjatë mbrëmjes së sotme sërish ka diçka tjetër Stella për historinë e Bardhës. Në fakt dua të shtoj edhe diçka tjetër, është edhe një person kyç që ne kemi publikuar javën e kaluar, që është zonja Age, e cila dhe ajo ka pasur një rol shumë të rëndësishëm në këtë histori, që ka ndihmuar goxha Bardhën për jetën e saj, për largimin apo për qëndrimin qoftë në Shqipëri apo qoftë edhe në Itali, por ne nuk kemi arritur dot për fat keq që të kontaktojmë atë. Kemi marrë disa informacione prej së largu, cilat motrat e saj kanë deklaruar që ta lëmë rahat, ta lëmë të qetë zonjën Age, sepse nuk do të përfshihet në këtë histori. Ne duam vetëm të marrim vesh të vërtetën se çfarë ka ndodhur dhe cili ka qenë roli i saj në gjithë këtë ngjarje. Në këtë ngjarje bëjmë edhe një herë thirrje, një zonje me emrin Age nga Laçi, e cila ka pasur një vajzë ose një motër, të paktën kështu janë të dhënat, janë pak të turbullta për momentin, por jemi duke i verifikuar dhe duke kërkuar
këti personi, pra zonja Age, cila momentalisht mendohet se jeton në Itali dhe ka qenë me bardhën, di diçka rreth vendodhjes aktuale të bardhës. Do t'i bënim thirrje të kontaktonte në emisionin ton për të na treguar nëse e ka njohur bardhën dhe nëse e di se ku ndodhet momentalisht. Do të presim sërish kërkimet vazhdojnë tone, atëherë kalojmë tek historia e Aleksandr Nikollit. Kemi sonte baban, motrën dhe vllajën e Aleksandrit, një histori cilën ne prezantuam dhe javën e kaluar. Japim një herë të dhëna, Dorina. Është rasti Aleksandr Nikollit, vendlindja e tij është Mirdit, mosha aktuale 27 vjeç, data e largimit nga familja 20 shtator të vitit 1998 nga drejtimi i paditur. Aleksandri kthehet nga shkolla si zakonisht, lë çantën dhe del për të luajtur jashtë me shokët e vet. Nga momenti që ai del nga shtëpia, familjarët nuk dinë më asgjë për fatin e tij. Javën e kaluar Aida gjatë publikimit të rastit kanë bërritur disa telefonata. Përpara se më thuash këto telefonatën, do doja të pyesja familjarët, motrën edhe babain, por dhe vllajën, nëse gjatë kësaj jave keni ka pas ndonjë telefonat apo keni dëgjuar diçka të flitet nga publikimi i historisë së vllajt tuaj javën e kaluar dhe deri sot. Mbrëma. Gjatë kësaj jave nuk kemi patur asnjë lloj as telefonat asnjë. Pra gjërat kanë vijuar si zakonisht. Ju kujtohet diçka ndoshta nga ngjarja të cilën nuk e thatë edhe javën e kaluar, e rëndësishme? Presim. Mërkurën e kaluar, kur ne kemi prezantuar pra historinë e Aleksandrit, ka pas disa telefonata. Ka marrë një zotëri nga Italia dhe çfarë ka thënë Dorina? Atëherë, në verbonjat e Italisë, 10 kilometër larg Zvicrës, bëhet fjalë për vitin 1998, ai ka gjetur në një lulishte Aleksandrin dhe sipas tij i ka treguar historinë e vet dhe që është larguar nga familja me synimin që të takonte tezën e vet, e cila ndodhej në Novara dhe do të jetonte tek ajo. Zotëria ka shoqëruar deri tek shtëpia e tezës sipas Aleksandrit, por nuk dihet nëse pa. Të kërkojnë ndjes. Të pyesin familjarët një herë, ju keni pasur ndonjë të afërm pra tezën tuaj? Jo, tezën nuk kemi patur. Tezja ka vajtur tjetër person nga familja? 2002 familjarisht në Itali. Në 98 nuk kemi patur. Kemi patur dajën. Ku e keni pasur dajën? Në Milano. Në Milano. Milano, Aleksandri kanë qenë. Atëherë mund ta vazhdosh informacionin, Dorina? Jo, pra ishte informacioni që sapo përmenda, që është çfarë ka thënë Aleksandri, dhe një herë e përsërisim. Zotëria që telefononte pohon që Aleksandri ka qenë rreth moshës 12 vjeç dhe ka pohuar që është larguar nga familja. Personi e ka pyetur ku do të jetosh? Nëse ka qenë vërtet Aleksandri. Po, nëse ka qenë gjithmonë, nuk e dim se sa i saktë është informacioni dhe nëse bëhet fjalë për Aleksandrin për cilin e po flasim sot, ka thënë që ndodhet tezja e vet, pra në Novara të Italisë. Po. Dhe ati do të shkonte. Personi që telefonon e ka shoqëruar këtë djalin 12 vjeçar pra një banese dhe atje ka dalë një zonjë. Ka komunikuar me Aleksandrin, nëse është Aleksandri apo jo. Dhe që nga ky moment zotëria që telefonon nuk ka më informacione. Ky është informacioni, do doja edhe një herë ta shikonit mirë foton, kanë kaluar shumë vite, sot ai duhet të jetë 27 vjeç, atëherë ka qenë vetëm 13 apo jo? Dhe që nga i moment pra nuk dihet më fati i tij, ndërkohë sot duhet të jetë 27 vjeç, mund të ketë ndryshuar pamja e tij e jashtme, por 20 shtatori ka qenë i vitit 1998 ka qenë edhe data e zhdukjes së tij dhe që nga ai moment askush nuk e ka parë me Aleksandrin përveç këtij informacioni që ka ardhur javën e kaluar në emisionin ton i një zotërie i cili deklaron se është i sigurt se ka takuar në ato vite pra këtë djalë. Edhe një herë zotëria përcakton se çfarë muaj, pra vitin 1998, por në çfarë muaj? Nuk është se përcakton, vetëm thot vitin. Vetëm vitin 1998. Vitin dhe në një lulishte aty pranë, domethënë në zonën Verbania të Italisë. Kjo zonë ndodhet 10 kilometër larg Zvicrës. Është vendi ku mendohet që nuk e dim nëse është vërtet Aleksandri apo dikush tjetër, por në qoftë se ai ju ndjek sonte ose persona të cilët mund ta kenë parë atë ditë kur ka dalë nga shtëpia, kanë parë diçka më tepër, çfarë do t'i thoshit? Edhe një herë, le ta bëjmë këtë apel sonte. Lutem të gjithë personave që kanë dijeni ose mund ta kenë parë, të telefonojnë dhe të thonë të vërtetën. Ju lutem vetëm të vërtetën, mos. Nëse e kanë parë, nëse din diçka, çfarë ndodhi me të, i lutemi të gjithë kush di diçka të telefonoj
të thot, atë që ka parë, atë që di, atë që ka dëgjuar, ndoshta kanë dëgjuar të tjerët, ne nuk dim gjë. Ju në ato vite keni bërë me njërë denoncim policisë. Çfarë ju ka thënë policia? Do doja t'ja kaloj mikrofonin dhe babait. Pra, çfarë ju ka thënë policia atëherë? Policia e rajonit në rajonin nr. 4 të Tiranës kam bë denoncim me shkrim. Pastaj kam bë edhe tek policia më vonë, një vit më vonë. Mbas gjithë kërkimeve që u bën atë kohë. Mbas gjithë kërkimeve. Ka pasur, kishin ndonjë indikacion apo diçka? Nuk kam pas të dhëna sigurta, unë kam shkuar në Mirdit ke njerëz të afërm të mi pas humbjes. Mos ndoshta ka shkuar atje. Po, atje nuk gjeta informacion, u ktheva poshtë dhe në Laç, e kam pas shku tek kisha e Laçit disa herë. Po. Edhe shkoj e pyes atje ke ato rojet e kishës. Edhe ata më thanë që ka me fotografi në dorë, sigurisht. Edhe më thanë që ka flet një natë. Fill nata mas humbjes. Një natë mas humbjes? Mas humbjes. Kishte shkuar dhe të tjera të kisha e Laçit? Kishte shkuar me juve? Po, përpara me neve. Mirë, po, këte radhë, thot ka ardhë i vetëm, një fëmijë, ky fëmijë, thot edhe ka flet të kisha e Laçit. Një ditë mbas humbjes? Një ditë mbas humbjes. Edhe mas kësaj me fjalë këtu kam besue se do të ekzistoj jeta e ti ka ekzistencë. Kemi menduar se atë ditë që doli nga shtëpia dhe ne kemi dyshuar, me thënë të drejtën, kur kemi lexuar historinë. Kjo ka qenë data 20 shtator ditë e diel, 20 shtator 98 ditë e diel. Ai është parë të hënën? Edhe të hanën, ato rojet e kishës, më kanë thënë që i kemi dhenë edhe një batanie, që të mos ftofet, edhe në mëngjes ka hik, as ka pranu me hangër, as me pi, as vesh ka hik, edhe është largu e s'dim gja. Edhe këtu, me këte episod, unë kam mendimin se jeton. Me gjithate, vetëm fëmija im, ndodhet i humbur në periferi. Sot, qëfar apeli do të bëje, zotri? Unë do të bëja një apel. Njerë ju përshnes në mënyrë superiore që drejtoni një emision super publik në Shqip. Falemderit. Dhe Shqip për të gjithë shqiptarët. Falemderit shumë. Djalit i bëj një kërkes. Të na tregoj jeton apo s'jeton, të vazhdoj jetën e ti si pas kushteve të ligjore e të moshës që ka, dhe nuk ka asë një pretendim, ne nuk kemi nej nevoj, se ne nuk kemi nej nevoj, si thënë për ta, vetëm nevoja kryesore është nevoja hynore. Ekzistenca e ti. Ka qënë vetëm 13 vjeç, kur është larguar, ta mendosh kanë kaluar shumë vite? S'ka pas bërë 13 i bënë të nëndorë, se nëndorë ka të linjen, dhe si ka pas bërë 13 vjeç, 12 vjeç, binte deri në Tiranë, bile i shkath. Ishte djali i shkathët? Kam shkue tek shkolla, pyes atje më thot, si ka mundësi, sa i drejtori shkollës i jep të lek të e mësuesve, nga Tufina, edhe i qënte tek shkolla e Surrelit, lek të mësuesve t'ja beson të një fëmije. Pra ka qenë një fëmijë i shkathët, ju e merrni të shpeshherë te kisha e Laçit dhe keni marrë vesh se një ditë mbas humbjesh, pra ai është parë, ka fjetur një natë në kishën e Laçit? Tek kisha e Laçit. Erdha në Tiranë, s'kam lënë vend pa kërku me fotografi në dorë, s'kishëm që bëj. Kam shku tek kryqëziku shqiptar, edhe ata 2 herë bile, me thënë që e kemi shpallë në kërkim si pas reglave, se atëherë s'kishte 97-98 ishte problematike jetën në tonë, me thënë drejtë. Ma mirë, s'kemi shqehim. Ishin vite vërtet, vite të vështira për Shqipërinë. Telefona s'kishte, numra telefoni s'kishte, gjithë shka ishte tranzicion. Unë do doja regjat më ndihmoni dhe njerë me foton e Aleksandër Nikollës për të gjithë ata persona cilët e kam parë këtë djalë, kthehemi në 20 shtator të vitit 1998. Unë i falenderoj të gjithë ata persona që tregojnë gjithë shka din për këtë fëmijë. Numrat tanë të telefonit i keni të afishuar në ekran, nëse nuk dëshironi të
dërgoni mesazh nëpërmjet telefonit, mund ta dërgoni atë me SMS në numrin celular, pra ka shumë mënyra për të kontaktuar me ne. Kthehemi në 20 shtator të 98-s, ka qenë ditë e diel, ai ka dalë nga shtëpia, nuk është kthyer më. Babai me foton e tij ka kërkuar nga do, ka shkuar te kisha e Laçit, pasi kishte shkuar së bashku me Aleksandrin ditë më parë, dhe aty i kanë thënë se ditën e hënë të 98-s, ditën e hënë, pra në 21 shtator të 98-s, është parë në kishën e Laçit, ka fjetur një natë aty dhe mëtej është larguar. Që nga i moment askush nuk e ka parë më, përveç informacioni që kanë ardhur javën e kaluar dhe që tregojnë për një djalë të ngjashëm. Nuk e di më është i njëjti person apo jo, prandaj do t'ju lutesha të fokusohesh edhe një herë. Kanë kaluar shumë vite, sot ai s'është më fëmijë, është 27 vjeç, shpresojmë që të jetë gjallë dhe kjo është arsyeja pse familjarët kanë trokitur në emisionin tonë të marrin vesh se çfarë është bërë me djalin e tyre. Ka shpëtuar, ky person është gjallë dhe ku jeton për momentin. Do t'ju lutesha edhe një herë të kontaktoni me emisionin tonë. Atëherë do të presim, do të shikojmë kërkimet kanë filluar dhe në vendet ku kanë ardhur informacionet, por bët shumë mirë që përmendët edhe këtë informacion për sa i përket kishës së Laçit. Ndërkohë kalojmë tek historia tjetër dhe pikërisht tek Gzim Kica, por përpara duhet kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, mos u largoni, presim telefonatat tuaja e kthehemi më herë në studio. Do t'ishte mirë që gjërat i shohim në dimensionin e tyre të vërtet. Plus thyen kufit dhe çliron komunikimin mes shqiptarëve me një promocion të thjeshtë dhe të qartë. Me promocionin Dimensioni Plus, ju paguani 1.2 lek për minutë për thirrjet brenda rrjetit dhe 12 lek për minutë për thirrjet me të gjithë operatorët e tjerë, si dhe 1 lek për SMS brenda rrjetit dhe 6 lek për SMS me të gjithë operatorët e tjerë kombëtar. Plus, të përket ty. Jemi kthyer në studio të nderuar miq dhe vazhdojmë rrjedhën e emisionit ton. Jemi pra në kohë reale dhe për çdo informacion që do të donim nga ana juaj, do t'ju lutesha të kontaktonit në këto momente në emisionin ton për të marrë çdo të dhënë për të cilat ne dërgojmë korrespondentët tanë në kohë reale për t'i verifikuar. Përpara se të shkëputeshim për hapësirën publicitare, ishim duke folur pikërisht për Gzim Kicën, familjar vllajt i ndodhi me ne sonte në studio, por do doja Dorina t'japim edhe një herë të dhënat e tij. Gzim Kica, vendlindja e tij Ure Vajgurore Berat, mosha aktuale 26 vjeç, ka humbur kontaktet me familjarët e tij në 10 mars të vitit 2008 nga Athina. Jemi duke ndjekur dhe foton e tij, një histori që është publikuar edhe javën e kaluar, do t'i luteshim të gjithë personave që janë duke ndjekur foton dhe të dhënat të kontaktojnë në emisionin tonë. Siç e thash dhe në fillim, pra kemi të ftuar vllajën e Gzimit, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Duhet thënë se javën e kaluar ne kemi pasur të ftuar në studio babain e Gzimit, i cili tregoi pak a shumë historinë se çfarë ka ndodhur me Gzimin. Ishte arratisur nga ushtria, apo jo, udhëtoi me një grup shokësh drejt të Greqisë dhe pikërisht në Athinë. Atje në 10 mars të 2008-s ka qenë dhe momenti fundit që ai ka kontaktuar me familjen dhe që nga ai moment nuk dihet më fati i tij apo jo. Nëse të ndjek Gzimi sonte, pasi kemi të dhëna për të cilat kemi shenja jete, por gjithsesi unë do doja t'i bënit një apel, nëse të ndjek Gzimi, çfarë do t'i thoshit? Unë do t'i thosha Gzimit edhe një telefonat vetëm. Edhe për familjen, për babin, për mamin, për gjithë neve. Për çdo rast që kemi në shtëpi, mos na lej me lot faqe. Këtë. Javën e kaluar, pra ju në 10 mars të 2008-s keni marrë telefonatën e fundit dhe ju ka thënë se jam në Athinë, apo jo? Jam në Athinë, po. Në drekë, në orën 12 të drekës, ka folu me mua, më darke ka folu me motrën dhe me kunat. Kur të tha jam në Athinë, të tha se në çfarë zone të Athinës ishte, me kë ishte? Jo, nuk më tha. Më mbas pasaj vjetë, më mori një themër telefon, ku me atë numër që kishte aji, që fliste më përpara, dhe i thashun duan qik Gzimin, ajo më tha mua që është për jashtë, i thashun qoja qik telefoni, ajo më tha mua që ka vetë numër tjetër, i thashun e kisha më umbi. Flis jam gjatë me këte,
që më thoshte nuk e ashtë këtu, ka ikur atje, ka ikur këtu, pastaj kam folu dhe mi në qunë tjetër, ku a i fliste si grek, por neve nga jo që dim gjunë greke mirë, e kuptomim që a i ishte shqiptar, po jo gëzimi. Në i shoku i veta, ku da di unë edhe vjetë i ka rënë pa numër me fjalë të 5 telefonat të tanë, të telefonit tim, të babit, të mamit, të kunatit dhe të motrës, brenda 5 minute. Që i ka rënë pa numër, i apëmim ne dhe nuk fliste. Nuk përgjigje. Unë duat ju them se javën e kaluar kemi pas një telefonat e cila bëj nga Hanjaja e Kretës. Telefononte një vajzë, apo jo, Dorina? Dhe si pas saj gëzimi nuk ishte dëshirë që të kontaktonte me familjarët e ti. Të paktën ky është informacioni që zonja na dha. Nuk e dim, vajza fliste shqip? Po, vajza fliste shqip. Atëre, po? Po, vjetë erdhi një nga zone Berati me i fshat, gjina Kreta, dhe më tha mua ija që këta fytyrë ta i kam parë une para 2 vjetësh, dhe kur i thosha unë për emrin, ma thoshe me emër Nezir. Ku e ka parë? Në qëfar zonë të Greqis? Në Kretë, më tha. Në Kretë, po në Kretë. Atëre informacionit pak të në telefonata që ne kemi marrë nga kjo vajzë, fliste për në Hanja të Kretës. Tha i bashkjeton dhe me i femër. Shumë më tha dhe aja në Kretë, po përgjish gjithë nja me emrin Nezir, në emrin e Dajos. Atëre, unë do t'i bëja thirrje edhe një herë sonte, pra në qoftë se na ndjek me njërë telefonoj, t'ju thot familjarve që shëndoshe mirë, pastaj le të vazhdoj jetën e tij, thjesht të telefonoj se është shëndoshe mirë. Do t'ju lutesha dhe kësaj vajze, e cila ka telefonuar javën e kaluar, kemi tentuar disa herë të ritelefonojmë mbrapsht, por nuk na është përgjigjur. Do t'i lutesha edhe një herë pra të na mundson të flisnim me Astridin, të marrin vesh që është shëndoshe mirë dhe që nga i moment, pra më falni gëzimin, që nga i moment pra publikimi i fotos ti do të ndalojë në emisionin tonë. Thjesht familjarët duan të marrin vesh se gëzimi është shëndoshe mirë. Edhe diçka tjetër, gëzimi me çfarë emri, ju ka thënë, me emrin gëzim, me çfarë dokumentash, ka pasur kartë absolutisht asnjë dokument. Vetëm patentën ka pasur dhe pasaportën në Greqi. Në telefon kur ju fliste nga Athina, çfarë ju thoshte? E pyetët për dokumentat, si do të qëndronte atje pa leje qëndrimi? Jo, po kishte qenë dhe më parë. Kishte qenë dhe më parë. Dhe atëre, pra, me emrin Gëzim? Po, Gëzim. Gëzim. Do të shikojmë, shpresojmë që ai të telefonojë sonte dhe t'ju qetësoj, sepse e di se jeni të shqetësuar, nëna ka qenë edhe pa qef, apo jo? Ka qenë edhe bab, nga java që ashtu që nuk u ngrit, edhe që të vinte edhe sot këtu. Nuk munde. Ju jeni 2 vlezër, keni edhe një motër. Të shpresojmë që ai telefonoj dhe të bëhet i gjallë, ndërkohë që ne jemi duke kërkuar edhe nëpërmjet policisë greke për të marrë vesh pra nëse vërtet një person me emrin Gëzim Kica është regjistruar me dokumenta të rregullta aty, por dhe nëpërmjet kolegëve tanë gazetarë të cilët kanë të njëjtin emision pra me ne në shtetin grek. Ndërkohë kalojmë tek një rast tjetër i cili ka ardhur urgjent, apo jo, Dorina? Po, dhe bëhet fjalë për zotin Dukagjin Taga, vendlindja e tij është Kruja, mosha aktuale 82 vjeç, është larguar në datën 23 janar të vitit 2012, nga drejtimi paditur. Në orën 5 të mëngjesit të ditës së hënë, zoti Dukagjin del nga shtëpia. Pas një debati që pati me birin e vet, i cili ka thënë që ku po shkon, pasi është shumë herët, ka pohuar që do të largoj për disa minuta dhe do të kthehej pas. Në fakt që nga ky moment, familjarët nuk kanë më informacion se çfarë ka ndodhur me fatin e Dukagjin Tagës. Në momentin e largimit, zotëria ka pasur të veshur një xhaket 3 qerekshe, ngjyrë bezh, pantallona blu të errët, këpucë ngjyrë të zeza dhe një kasket ngjyrë gri të errët. Gjithashtu mbante me vete dhe një pasaport të vjetër. Që nga i moment pra... Nuk dihet më asgjë për fatin e tij, kështu që janë të lutur gjithë ata persona që e kanë parë personin për cilën po flasim, të na telefonojnë ditën e sotme. Pra, më 23 janar të këtij viti, para 2 ditësh, ai ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më. Sapo ndoqëm jemi duke ndjekur foton e tij, është 82 vjeç, janë të lutur gjithë ata persona të cilët e shohin të kontaktojnë me njëherë me emisionin tonë.
Këto ishin rastet cilat ne kishim përgatitur për t'i publikuar dhe vazhdojmë me rrjedhën e emisionit ton për të kaluar në një histori tjetër. Do doja në këto momente të kalonim tek historia e Valdet Elshanit, një histori të cilën ne kemi prezantuar edhe javën e kaluar. Vjen nga Kosova, nga Rahoveci i Kosovës, Valdeti. Sonte me ne në studio kanë udhëtuar nga Kosova 2 prindrit e tij, nëna dhe babai i tij, të cilët vinë për të kërkuar fatin e djalit të tyre, i cili është larguar për një jetë më të mirë, por që nuk e dim se ku ka përfunduar dhe as gjallë. Kjo është më kryesorja. Pra me ne në studio pra ndodhet zoti Sinan dhe zonja Anusha. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Si kemi gjetur. Përpara se ne të bashkëbisedojmë së bashku, ne kemi ndërtuar një insert ose një video ku kemi prezantuar për gjithë publikun dhe për gjithë ata që na ndjekin, por dhe vetë për Valdetin, shpresojmë të na ndjekin momentalisht, kemi prezantuar kush është Valdet Elshani dhe çfarë ka ndodhur me të, si ka humbur kontaktin me familjarët. Ndjekim insertin dhe kthehemi menjëherë në studio. 15 marsi po vjen shumë shpejt në familjen e Elshani dhe si çdo herë do të festoj ditëlindja e Valdetit pa praninë e tij. Krahas urimit që Valdeti të jetë me jetë të gjatë, urimi që përsëritet që prej vitit 1994 është që ai të jetë shëndosh e mirë dhe të kthehet në shtëpinë e tij. Zhdukja e gjurmëve të Valdet Elshanit lidhet me shkakun e shumë historive të tjera të personave të humbur, që është emigracioni. Për herë të parë, ai zgjodhi të emigrojë drejt Zvicrës për një qëndrim shumë të shkurtër, dhe vetëm një vit më pas, në vitin 1994, Valdeti vendoset në Pilsen të Çekisë. Telefonatat ishin të shpeshta dhe secila mbyllej me premtimin se Valdeti do të kthehej sa më shpejt ishte e mundur në shtëpi, sidomos për të qëndruar pranë 2 vajzave të vogla, Arbnorës dhe Agnesës. Viti 1999 ishte viti kur kontakti me Valdetin u ndërpren, pas telefonatës së fundit që Valdeti tregoi se do kthehej në Kosovë pasi situata të normalizohej pas luftës. Por asnjëherë nuk ndodhi kështu, sepse për vitet që pasuan, zilja e telefonit nuk ra më. Nuk kishte asnjë letër apo një mesazh të dërguar nga vetë Valdeti. Thirrja më e madhe i vjen nga vajzat e tij, që i lanë në moshë shumë të vogël, që pa ngurim kanë besimin se babai i tyre do të kthej kokën pas, dhe ato do të mirëpresin çdo arsye të heshtjes shumë vjeçare të tij. Pra të nderuar miq, kjo është historia e Valdetit. Ai është larguar nga familja, ka lënë nënën, babain, vajzat apo jo, edhe bashkëshorten e tij, të cilët vazhdojnë ta presin. Historia juaj është vërtet një histori e dhimbshme, e cila ka prekur gjithë publikun edhe javën e kaluar, kur ne pak a shumë e kemi prezantuar sadopak historinë e Valdetit, por ju kishit 2 fëmijë, Valdetin dhe një djalë tjetër i cili ka humbur jetën në luftën e Kosovës, apo jo. Valdeti e ka marrë vesh këtë lajm? Po. E ka marrë. E ka marrë. Nga një nipi i jonë i Ergovës, djali motrës, ka tregu totalisht çka ka ngjarë në Kosovë. Vllanja kanë mbytur. Edhe ashtu që krejt historinë e ka marrë tonës çka ka ngjarë në Kosovë. Edhe nuk në ka lajmëruar fare. Shka ku pyetje nuk e dim asgjë. Valdeti ka qenë një djalosh i shkëlqyshëm, punëtor i fort, i shoqërueshëm me gjitha aspektet të mira. E tash për na vjen pak si çudi pse ai më marr këtë rrugë të keqe. Nuk e dim çfarë rrugë ka marrë. Po nuk e di, po tash nuk na lëmbron. Nuk e dim se sa e vështirë mund të ketë qenë jeta e tij atje ku. Dhe kryesorja është i gjallë apo jo? Nuk dim gjallë, ja. Ashtu që kishim pas dëshirë që të në lëmbron. A është gjallë, pra se në të vazhdo një jetën e pete, veç në lëmëron dyshyshi, është në shumë mirë. Ju tani jetoni me 2 vajzat e Valdetit, apo jo, dhe me bashkëshorten e ti? Po.
Vajzët janë, si e dini, në shkollë. Sa vjetë që kalon Valdeti vajzët? Njënën e kalon 2 vjeqe. 2 vjetë, madhen 2 vjetë, voglën 6 muaj. 6 muaj? Po. Sa vjetë që janë? Janë rritë qikët, po shkojnë në fakultet. Po shkojnë në fakultet? Po. Edhe babën se kam parë asë njerë, apo jo? Ja. Jam e bindur që i vetëmi gëzim që ju keni në familje tani janë 2 vajzat, apo i keni rritë me shumë dashuri? Po, fort. Sigur të rrisnit dhe njëherë Valdetin, apo jo? Ashtu. Ndërkohë që familja pra e pret, shtëpia e pret, apo jo? Sa më parë, në lemërot. Si përballoni jetën tani? Si përballoni jetën? Po e përballon me ndryshime. Me vështirësi, apo jo? Ashtu si po, kuptohet. Ndërkohë që ju keni humbur kontakt me Valdetin nga Çekia, apo jo? Ai ka qenë në qytetin Pilsen të Çekis. Dhe që atëherë ju nuk keni marrë më lajm për ti, pra që nga viti 1999. Po që ashtu. Keni dëgjuar të flitet në 2000 ju vjen një person dhe ju thotë se e kishte parë, apo jo, dhe mund t'jetë larguar drejt Anglisë. Ashtu, po. Ashtu ishte larguar me nipin, me djalin e motrës, ka bisedua dhe ka të reguar gjatë luftës shka ka qenë në Kosovë, dhe është larguar në drejtim të Anglisë, në Londër. Aty ju kanë dhënë dhe 2 numra telefonit, të cilët ju keni tentuar t'i provoni, t'i telefononi, por absolutisht nuk keni arritur të kontaktoni me asnjë. Asgjë. Unë do doja në qoftë se shpresojmë që ai t'ju ndjeki sot në valët e televizionit shqiptar, të ndjeki emisionin tonë, dhe në qoftë se ai ju ndjek. Kanë kaluar shumë vite, pra ju e keni përcjell, ka dalë nga shtëpia në 93-shin është larguar? Po. Që atëherë nuk e keni parë më, nuk është kthyer më. E mbani mend atë ditë kur e keni përcjell? Po. Është larguar me dëshirën se do të kthehej sërish në Kosovë, apo jo? Po, me dëshirë. Por ai nuk u kthye më. Nuk u kthye, për fat të keq. Për fatin tonë. Shpresojmë që të kemi lajme për të, por nëse ai ju ndjek, çfarë do t'i thoshit? Do t'i thoshim që të na lajmërohet, ta dëgjon të anim zonin e tij, që është noshe mirë, dhe asgjë tjetër. S'kem që t'i bojnë, në ta vazhdojnë jetën e vetë, vetëm ta njëm zonin e tina që janë gjallë. Se tjetër sa në kur gjanë. Kom qef, të më këthejet, dhe t'ja një zonin, ka mërmali shumë. Qa me bo? Na vjen shumë kesh që ka qenë jashtë zakonisht i popularizuar me popull, me kret, punëtori fort, me zishka me thonë ma te për mirë për tonë. Po se qa ka ndodhë tash nuk dim asna nuk dim. Ju ja keni rritur vajzat, apo jo? Po. I ka lënë të vogla, njërën 2 vjeç, e tjetërën 6 muaj, se tashi tani janë bërë për të shkuar në fakultet. Po, janë vitin e 2 fakultet. Vitin e 2 fakultet. E madhja sa është në vitin e 2 fakultet, ndërsa e vogla? është në farmaci. I farmaci? Po, në farmaci, vitin e 4. Shpresojmë që ai të dëgjojë sonte dhe të marrë në telefon, por edhe të gjitha ata të cilët e kanë njohur Valdetin, të gjitha ata bashkëfshatarë që e dinë se ku ndodhet. Ne me njëherë sa dëgjuam historinë nga java e kaluar, fillimisht filluam të kërkonim në Çeki dhe pikërisht në qytetin ku ai ka jetuar në Pilsen. Kemi kontaktuar me disa persona dhe ndërkohë do doja t'ja jepja fjalën Benardit. Benar, për të marrë vesh pra se qëfar nga kanë thënë këta persona në lidhje me Valdetin, a e kanë njohur Valdetin dhe qëfar dim për të. Ndërkohë që do t'ishte mirë të bërim dhe lidhje me korespondentin ton nga Çekia për të kërkimet që a i ka bërë në shtetin Çek, nëse vazhdon t'jetoj aty Valdeti, apo ka shkuar diku tjetër. Po, Benar. Në faktën në bazë të gjithë gjasave, duket sikur Valdet Elshani nuk jeton në atë vend. Nuk jeton më në Çeki, sipas të dhënave, pra është larguar. Në Çeki të paktën me emrin e tij.
pasi emri i tij momentalisht nuk figuron nga disa kërkime paraprake që ne kemi kryer në bashkëpunim me njerëzit tanë që jetojnë atje, por gjithsesi ka patur shenja jete deri përpara disa vitesh në Çeki, gjë e cila të bën të mendosh se ndoshta ai kthehet shpesh herë aty. Pasi të paktën siç e kemi marrë vesh dhe historinë, ai mund të ketë edhe arsye përse kthehet ndoshta shpesh herë në Çeki, por aktualisht ne jemi përqendruar edhe në Angli, por ndoshta siç e thatë ju pak më përpara, do ishte mirë që të bënim lidhje me bashkëpunëtorin tonë në Çeki që ai të na tregoj për disa kërkime që ka kryer rreth. Atëherë e kemi në linjë telefonike. Tani do bëjmë lidhjen pasi zotëria është në pritje. Do të jemi në pritje me bashkëpunëtorin tonë në Çeki për të marrë vesh pra rreth kërkimeve që ai ka bërë në qytetin dhe në qytetin ku ka jetuar Valdeti, pra në Pilsen të Çekisë. Gjithsesi ne jo pa qëllim paralelisht pra me Çekin kemi kërkuar dhe rreth ekzistencës së tij në Angli. Duke marrë ato 2 numra telefoni që ju na dhatë edhe nga java e kaluar, kemi tentuar disa herë të telefonojmë, apo jo, por nuk kemi arritur çfarë është përgjigjja në anën tjetër, Bernard. Në anën tjetër gjithmonë është përgjigjur një zë femre, e cila fliste anglisht, por gjithmonë sa herë ne i kemi kërkuar nëse ky është numri i Valdetit, gjithmonë e kam mbyllur telefonin. Kjo na ka bërë të besojmë se këto numra nuk ishin të Valdetit. Ndërkohë rreth kërkimeve tona në Angli, pra nëse një person me emrin Valdeti Elshani aty është parë, është regjistruar me dokumenta të rregullta apo jo, për sa i përket pjesës së Anglisë. Çfarë kemi? Diçka? Atëherë për sa i përket pjesës së Të kërkoj ndjes Bernard, se më thon sepse kemi bashkëpunëtorin tonë në Çeki, zoti Remzi Emini. Po. Linja numër 1. Mirëmbrëma Remzi, përshëndetje nga Tirana. Remzi, më dëgjoni? Po, i dëgjoj. Mirëmbrëma, ju përshëndes nga Tirana. Mirëmbrëma, unë ju përshëndes juve qashtu. Dhe ju uroj punë të mbarë në bashkëpunim me emisionin tonë. Edhe unë juve ju përshëndesi, edhe ju përshëndesi nga Kosova, Remzi Emini prej Rahoveci. Faleminderit. Ju jeni nga Rahoveci, apo jo? Po, nga Rahoveci jam. A e keni njohur Valdetin? Nuk i kom njohur, po mi kanë dhënë fotografia do mik tatina pi Austrijës. Rreth kërkimeve që ju keni bërë, pra në Çeki, ju momentalisht... Po, unë kom bërë kërkim polici në Çekijës. Po? Valdeti Elshani ka jetuar në Çeki të 2001. Prej? Prej 90-ës, të 2001-ës ka jetu në Çeki. Pra deri në 2001 ka jetuar në Çeki? Po, masën e ka marrë ndalesë në Çeki. Po? Ka marrë ndalesën. Ka rënë linja, mund të rilidheni sërish, pra deri në 2001 ka jetuar në Çeki, me sa dëgjuam, dhe pastaj ai është, këto janë vajzat e Valdetit, apo jo që të sapo ndoshim, kanë qenë të vogla. Njërën e ka lënë 2 vjeç, tjetrën 6 muaj, tani janë rritur, njëra vazhdon pra në fakultet për farmaci, tjetra gjithashtu në shkollë. Po, Bernard, kemi diçka tjetër pra me kërkime të rejtë anglisë. Për sa i përket anglisë, kanë qenë disa persona tjerë që faktikisht e kanë njohur, të cilët kanë pohuar se ai është larguar drejt anglisë. Por kanë qenë thjesht momentale takimet me Valdetin dhe nuk kanë patur mundësi që t'i marrë një numër telefoni. Më thonë se kemi sërish të zotin Remzi në linjë, atëre deri në 2001 Remzi më dëgjon. Linja numër 1, regjia. Remzi më dëgjon. Unë dëgjoj. Atëre deri në 2001 ka jetuar në Çeki, mëtej është ndaluar dhe është larguar nga Çekia. Po, ma të tje, kom pas informacionat i policijës, të ndirë me njëtës ka jetu në Çeki. Po, nuk ka jetuar, është larguar. Dihet drejtimi se ku ka shkuar? Nuk kanë ditë, unë e kom lipë në përmbas policijës në Çeki, nuk mund të jeton. Mos u largu për një shtetë qeter, oda e kanë dru emrin, mund qetë, se kanë dru emrin. Pra, mendohet se është larguar drejt një shteti tjetër dhe ka ndruar emrin? 100% është kjo mundësia. Kemi dhe një informacion tjetër nga babai i Valdetit. Ka rënë sërish linja.
se ndoshta Valdeti një edhe me emrin Robert. Mos ndoshta mund të jetë të paraqitur me këtë emër në Angli. Kjo është arsyeja pse babait i kanë thënë se është parë në Angli. Është e vërtet një prej informacioneve që ne kishim për sa i përket Anglisë, thoshte se ishte parë në një lavazh të një shqiptari nga Kosova dhe aty e kanë njohur dhe kanë dëgjuar duke thritur me këtë emër, Berti dhe Robert. Pra është e vërtet informacioni që ka marrë familja se ai është njohur dhe me emrin Robert, por aktualisht në këtë moment nuk e dim se me çfarë emri mund të njihet, nëse vazhdon të mbajë identitetin e vërtet apo e ka zyrtarizuar emrin Robert. Ndërkohë që patëm pra në lidhje telefonike i bashkëpunëtorin tonë në Çeki, zotin Remzi Emini, i cili siç e dëgjuat pra ka verifikuar nga policia çeke se deri në 2001-shin Valdeti ka jetuar në Çeki, mëtej është të larguar nga Çekia dhe mendohet se mund të ketë shkuar në një shtet tjetër me një identitet tjetër, visi ka diçka për të shtuar. Jo, po presim enda, itat telefonatat, janë duke marrë dhe kolegët e tjerë. Në lidhje me Valdetin. Gjithmonë për Valdetin. Atere, ngelemi pak tek pista përderisa është larguar ndoshta nga Çekia dhe ka shkuar në Angli. Gjithsesi, javën e kaluar ka pas dhe disa informacione të tjera përveç Anglisë. Ka pas personat cilët deklarojnë se është parë në Zvicër, apo jo? Kanë deklaruar që vërtet se kanë deklaruar që është parë në Zvicër, biles kanë thënë se është parë në Zvicër dhe në Gjermani, por personat të cilët kanë deklaruar e kanë parë përpara shumë vitesh. Dhe gjë e cila momentalisht është me vlerë jo shumë të madhe, pasi ne duam të dim çfarë ka ndodhur në bazë vitit 2001, sepse deri në vitin 2001, në bazë dhe të informacioneve që na dha bashkëpunëtori jon, ai ka qenë gjallë dhe shëndoshëm mirë në Çeki. Pra, nga 99-ta kanë humbur kontaktin familjar. Kanë marrë vesh se në 2000-shin mund të jetë larguar deri te Anglisë, nuk është larguar në 2000-shin sepse deri në 2001-shin ka jetuar në Çeki. Mëtej mendohet se është larguar nga Çekia me një identitet tjetër, apo jo? Edhe flitet se ndoshta diku nga viti 2002, të paktën nga informacionet që kanë ardhur, mendojmë se në vitin 2002 mund të ketë bërë shkëputjen në drejtim të Anglisë apo të ndonjë shteti tjetër. Por informacionet më të shumta për të vinë nga Anglia. Informacionet më të shumta vinë nga Anglia. Kërkimet tona në shtetin anglez kanë filluar me korespondentin tonë aty? Esati është edhe i gatshëm në çdo moment, ne mund t'i bëjmë edhe një lidhje sonte. Për të marrë vesh se çfarë kërkimesh janë duke u bërë dhe në shtetin anglez për Valdetin, edhe një herë duhet të theksuar se ndoshta është paraqitur me emrin Robert. Megjithatë, me sa shikoj gazetarët janë duke marrë informacione, Stella. Flasim për sa telefonata, në fakt, për Valdetin, vinë disa informacione nga shteti anglez. Nga Anglia? Po, më gjërësisht shikoj që Silva është duke marrë një informacion më konkret, që duket goxha i besueshëm. Për para 15 vjetë është bëhet fjalë që e njeh, nuk e di se jam shumë e qartë. Për para sa kohës? Jo, më fal, ka 15 vjetë që e njeh Valdetin dhe thotë se ndodhet në Angli. Po? E kemi në ajër, atëherë mund ta kalojmë linja? Linja nëmër 1, kemi një zotri cili do të na thot një informacion. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma. Atëherë ju keni dhënë një informacion për Valdetin. Unë u lajmërova mos e pash, në ndrimin e dytë e pash Valdetin e kam njohur shumë mirë. Valdeti ka jetuar në Pilsen edhe Klatu, në Pilseni. Është larguar nga Pilseni? U largu nga Pilseni edhe e garantoj që ai gjinet në Angli. Ju nga e keni këtë siguri se ai ndodhet në Angli? E kam se masa ne kum shkuar, kum taku, se nuk u pas shok edhe kum pi kafe në Banesina. Ku në Angli? Jo, në kur ka qenë në Çeki, po. Edhe i kum vetë që kush Valdeti, sa Valdeti jeton në Angli. Ka shku për Angli, sa një në Angli është të jetuar. Momentalisht është në Angli, u ka thënë se në çfarë zonë, çfarë qyteti të Anglisë? Jo, s'u ka tregu çfarë qyteti, ama në Angli është, ato e garantoj që në Angli është. Zotria, mundet të lidheni me këtë person i cili është i sigurt pra që është Valdeti në Angli, për të marrë vesh se ku ndodhet momentalisht, për ta lidhur me prindrit e tij? Unë bashkë jam me shoqën ty kqyr, e si e pa fotografin, thash Valdetin Benja, edhe që jam tha që shmirë një mund, thash e vetë një mundësi jo me shku dhe në Pilsen, kur shkoj në Pilsen, unë mu i marrë informacione edhe mu i lajmëron atë ti. Atje në Pilsen ka persona tjerë që janë po nga Rahoveci? Jo, nuk jam nga Rahoveci, nuk i njohë në këtë, po i njohë dy, njoni është ka
Kijeva Malisheva nëjna edhe një unë për Drenice. Pra janë nga Kosova, po jo, shqiptar nga Kosova. Ata kanë ajtë shumë me Valdetin. Edhe ndoshta e din, kanë numra kontakte, ndoshta e din ku ndodhi momentalisht. Po për ty nuk mësu që Valdeti është ku për Anglisë. Se ku posë ka gjashër. Atere, do të në andimonit shumë nëse do të bënit pra këtë televizje për të marrë vesh ndoshta një numër telefonit të Valdetit. Unë kësmet për zoti nuk vandaj, nuk për thamë, s'pjo premtoj për sot, dhe shkojnë pjëzën o dhe t'i kërkoj ata o dhe t'i vetë direkt për Valdetin. Të falenderoj pa ma, zotri. Ju vetë ku jetoni momentalisht? Unë jam në Gjermani, në Milen. Jeni në Gjermani. Po, kom një shumë mirë Valdetin edhe kom nejtë me Valdetin shumëne. Edhe kom pi kafe me tonë. Amo, e di që kërë kom kërku, më ka thonë, Valdeti është në Angli u shkuë. Shumë do në atë ndimonit nëse mundësonit një numër kontakti. Ju falenderoj nga zemra, zotri. Ju premtoj që dhe të bëjë çdo gjë për me dhe zbuluar. Falemderit shumë. Ju përshëndes juve dhe bashkëshorten tuaj, ndërkohë mos e mbyllni telefonin për të folë me gazetarët. Lajmi mirë, pra një person i cili e ka njohur, ka jetuar me të, ka pirë kafe dhe deklaron dhe ai se ka shkuar dhe momentalisht jeton në Angli. A mund me pyet këtë është çaj person? Si? Po, të kërkojnë... E kemi satin linë. Ka kishte me qenë ky personi i cilë? Do t'i themi ndoshta më vonë, bas emisionit, sepse kemi folë janë duke folë gazetarët. Atër linja nëmër 2, regjia. Mirëmbrëma e satë, përshëndetje. Përshëndetje Aida, mirëmbrëma gjithve. Përshëndetje, ju uroj një vit të mbarë, sepse është lidhja e parë që kemi në basë pra në 2012 së bashku. Po, Aida, punën e kemi filluar që për vitri. Po, pa tjetër. Pa tjetër. E satë, atër je duke në ndjekur, apo jo? Po, pa tjetër që po, Aida. Je në djeni, kemi ndonjë të dhënë, apo cilat janë kërkimet para prake për këtë djalë nga Rahoveci Kosovës, me emrin Valdet, por që mund të mbaj dhe emri Robert. A kemi diçka pozitive? Aida, unë kam marrë disa informacione edhe në këto momente, pra pak minutash, bëhet fjallësetën në Londër, por konkretisht akoma ne nuk mund ta deklarojmë tash në Londër personin, derisa nesër dhe gjatë javës ta verifikojmë. Kemi marrë disa pika këtu në Londër ku mund nullet, ku punon nëpër lavazhe. Por unë sonde nuk do t'i bëj asnjë publik, sepse duhet t'i verifikoj para gjatë javës bashkë me bashkëpunëtorët e mi. Pastaj ndoshta në fund të javës japim edhe një rezultat mirë për gjetjen e tij. Ta shpresojmë e satë pra... Do të them Aida për 2 numrat e telefonit që janë ndonë pra familjarve, unë më vjen shumë keq si zotëria që ka dhënë. Mos t'i bëjmë publike, po më vurin në Djeni Benardi. Po më vurin Djeni Benardi, mos t'i bëjmë publike, rëndësi ka që s'janë të Valdetit. Nuk janë të Valdetit, më vjen shumë keq për ata persona që japin informacionet të tilla që lozin me dhimbjen e asaj familje, sepse nesër ndoshta edhe ne mund ta zëjmë vendin e asaj familje. Asgjë nuk dihet se çfarë mund nullin, por gjithsesi për Valdetin jemi duke punuar dhe gjitha informacionet që sonte jemi duke marrë, edhe telefonatat që janë të mboktur në Londër, ne do t'i verifikojmë gjatë javës në vazhdim. Esat, ndoshta na ndjekin shumë shqiptar nga Londra momentalisht, edhe në kontakt me radion tuaj, ata mund të kontaktojnë dhe gjatë gjithë javës, por dhe sonte, në qoftë se kanë parë Valdetin, le të lidhen me emisionin tonë dhe nëpërmjet jush thjesht të kthehen të qetë këta 2 prindër në shtëpi, sepse një djalë kanë humbur nga jeta, ka rënë pra në luftën e Kosovës, ndërsa Valdeti është i zhdukur, për ta është i humbur, kanë humbur kontaktin nga 99-ta dhe 2 vajzat e Valdetit së bashkë me bashkëshorten vazhdojnë të presin, pra kthimin e tij, vazhdojnë të presin lajme nga ai. Kryesori është marrë vesh është gjallë. Unë i garantoj familjes Valdetit se do të punojmë deri në maksimum. Të falenderoj. Deri në punit për të rënë gjurmët e djalit tyne dhe për t'ia plotësuar dëshirë për t'i bashkuar ata 2 bashkë. Esa, të falenderoj, të përshëndes, e nëse do të kemi diçka tjetër sonte për Valdetin do të rilidhemi. Për Flora Brungen, me që jam në këtë linjë ju kërkoj ndjes se keni shumë pak minuta. Jemi duke bën verifikimet për Floren, edhe kemi marrë shumë informacione këtu në Londër. Jemi duke i verifikuar gjitha këto informacione, nuk mund bëjmë gjë publike, po i verifikuar sepse nuk dihet është Flora apo jo. E kuptoj. I baj thirrje Florës në qoftë se na dëgjon, ama mi njoftojnë televizorin, emisionin ton, po i trokip në derë, sepse nuk ka shkon qoftë në Londër, unë në 5 vjet një kam korrespondentimin këtu në Angli që s'ka ku shkon po gjithë.
të shpresojmë që kjo të jetë Flora, për të kanë ardhur informacionet nga Londra, të shpresojmë që të paktën ta lidhim me motrën dhe me prindrit e saj, të cilët janë të shqetësuar për fatin e Florës. Esa, të përshëndes, do të jemi në lidhje të vazhdueshme nëse do të kemi diçka sonte për Valdetin. Po, Aida, ju përshëndes gjithë. Mirupafshim për momentin, mirupafshim. Atëherë ka disa të dhëna, për mendohet se është parë në një lavazh, punon atje, megjithatë nuk e dim, janë duke verifikuar, prandaj dhe Esati nuk bëri momentalisht asgjë publike, por do të jemi në pritje. Atëherë, kemi diçka tjetër, më thoni, kemi diçka tjetër për momentin në lidhje me historinë e Valdetit? Po? Shumë telefonata për Valdetin, jam duke marrë ndërkohë një informacion goxha të rëndësishëm, që flet për një vendodhje të mundshme, por nuk do ta publikoja për të mos shpërqendruar. Mund t'ja kaloni, nëse bëhet fjalë për Londrën? Jo. Nga bazohet zotria? Merë informacionin në plot edhe ndërkohë që falenderoj të gjithë ata të cilët janë duke dërguar edhe me SMS apo jo visi. Informacion që vinë sërish nga Çekia, por deri në vitin 2002, pra ka shumë telefonata që flasin, që tregojnë që janë njohur me Valdetin dhe na japin të dhëna që na bën të besojmë që vërtet janë njohur me të, gjithsesi flasin deri në vitin 2002. Ne po përpiqemi pra pas këtij viti, duke qenë se marrim si të mirëqenë si informacion që Valdeti ka qëndruar deri në vitin 2002 në Çeki, po pres telefonata në lidhje me Anglin, duke qenë se supozojmë se vendodhja e tij është Anglia. Mos aty. Atëherë japim edhe një herë foton e Valdetit. Benard, ka diçka tjetër, po? Do doja të thoja që duhet ta konsiderojmë prapë edhe pistën e Çekisë, pasi ai ka jetuar për një kohë të gjatë aty. Edhe të paktën kemi disi një farë informacione të vaka që ai ndoshta shpeshherë shkon andej. Kështu që ndoshta zyrtarisht mund të jetë larguar, por mund të ketë pajisur me dokumenta angleze dhe mund të shkojë dhe të vijë me një identitet tjetër. Sigurisht, kështu që duhet të konsiderojmë çdo informacion që vjen edhe nga Çekia. Këtë e them për shqiptarët që na ndjekin nga Çekia, që nëse ata din diçka për të, nëse e kanë parë kohët e fundit, pasi mund të shkojë të vej her mbas here në drejtim të Anglisë apo ndonjë shteti tjetër. Këtë gjë nuk e dim. Thjesht dim që jemi në pritje që të dëgjojmë zërin e tij sonte ndoshta. Kjo është edhe arsyeja pse Sati nuk publikoi asgjë në ajër, pasi nuk duam t'i prishim punën, se ai është paraqitur për të fituar dokumentat me identitet tjetër, duhet jemi të kujdesshëm për të mos i prishur punë. Rëndësi ka që ne ta lidhim atë me ju, t'ja dëgjoni zërin dhe pastaj gjithë të tjera do të zgjidhen dal nga dal. Kjo është kryesorja. Atëherë, ka diçka tjetër për Po, Silva. Për Valdetin, në Brixton të Anglisë, se një person të ngjashëm me Valdetin, duke nisur nga emri, mosha dhe nga pamja e tij jashtëve, ka punuar me të, madje ka pirë dhe kafe. Ku kanë punuar? Zotria nuk e bën të saktë këtë vendodhje, nga që thot nuk jam me një siguri të plot nëse është Valdeti apo jo, por duke nisur nga mosha dhe nga emri, domethënë me një person të tillë unë kam punuar. Aktualisht nuk kam një numër të tij, por meqense unë këtë zotëri nuk e kam larg, do mundohem që të vijem në kontakt me ta. Do ishte shumë mirë të marrim vesh është Valdeti ky person apo jo në Brixton të Anglisë. Mund t'ja kaloni dhe Esatit si informacion, sepse mund verifikohet edhe në kohë reale ky informacion në qoftë se ai ka bashkëpunëtorët e tij. Me sa shikoj sonte ka shumë telefonata, të shpresojmë që të na lidhin me Valdetin. Atëherë do të jemi në pritje, keni diçka tjetër për të shtuar? Do të jemi në pritje. Ani, nuk di. Do të jemi në pritje dhe ju vazhdoni telefonatat tuaja, kalojmë tek historia tjetër. Do të kalojmë në këto momente në një histori tjetër, sepse duam t'i bëjmë apel një djali i cili sot duhet të jetë 20 vjeç. Apo jo, ai quhet Sami Halimi. Babai i tij ndodhet në studio me ne për të kërkuar dhe njerë për të rilidhur me djalin e tij, me të cilin është ndarë në moshën 9 vjeçe. Sot Samiu duhet të jetë 20 vjeç, por cila është historia e tyre? Ne udhëtuam drejt qytetit të Durrësit dhe takuam nga afër zotin Xhemal, babain e Samiut, i cili na tregoi historinë se si është ndarë pra me Samiun. Ndjekim kronikën dhe kthehemi më njëherë në studio. Viti 1984, 28 vite më parë. Për Xhemalin dhe fluturën, ato vite do të mbeteshin gjatë në kujtes, pasi ajo periudhë shënonte në kalendar lidhjen e tyre. Por në të vërtetë, bashkëtesa e çiftit nuk shkoi ashtu siç duhej.
Ndodhemi në qytetin e Durrësit me zotin Xhemal Halimi, i cili ka shkëputur kontaktet me djalin e tij në vitin 2002. Në 90-ën, si gjithë shqiptarët e tjerë, morëm rrugën dhe shkuam imigrim në Itali. Atje na lindi një fëmijë. Ndodheshim në badie Polezme. Mbas shumë sakrifica shkuam në Pesaro të Italisë. Atje fillova punë në Intermari që quhej Morbidelli Forno. Punoja vazhdimisht me orar të zgjatur. Flutura ishte pa punë, e mbaja në shtëpi, se rriste fëmijën. Mbasi kaluaj një farë kohe, kjo vendosi të u lidh me një person nga italian dhe vendosi të bashkëton dhe me atë. Dhe unë detyrova atëherë që të lija Italinë të vija në Shqipërinë. Kur erdhëm në Shqipërinë, mbas 2-3 muaj e marrë në telefon radhën e parë mu përgjigj. Desha të bisedoja me çunin. Më tha do ta nxjerrëm telefon. Kalon 2-3 ditë e marr prapë, pasandaj më del numri i fikur, nuk ekzistonte numri. Si duket ai kishte ndruar numrin. Pjesën më të madhe të kohës Xhemali kalonte në det, pasi për të siguruar të ardhurat për familjen, ai punonte si peshkatar. Në vitin 1991, ata vendosën të emigrojnë në shtetin italian. Fillimisht vendosën në Savona e më pas në Rovigo të Italisë. Pak kohë më vonë, flutura sjell në jetë Samiun, djalin e tyre të parë dhe të vetëm. Kur Samiu ishte vetëm 1 vjeç, Xhemali së bashku me familjen vendosën në Pesaro. Gjatë asaj kohë flutura njihet me një punonjës të kuesturës italiane dhe për këtë arsye lindi dhe kontradita midis tyre. Si pasojë, Xhemali dhe flutura divorcohen. Nga ky moment flutura e merr djalin Samiu dhe largohet. Pas pak kohësh, Xhemali punsohet si marinar në Indi dhe nga viti 2002 ai nuk di asgjë për të birin. I bëj thirrje që në qoftë se më dëgjon dhe më shikon, më jap një numër telefonit të djalit, bisedoj me djalin, se nuk e di ku është, ku s'është, a është me nënën, a s'është, ku ha, ku pi, nuk e di. Po pati mundësi që i jipet e ndjen të vitë më takoj njerë, ose të më tregoj se po vete unë të takoj. Mallim ka marrë, gjithmonë premi për fëmijën, besoj se dhe ai do ta ketë marrë mallin. Ka qenë i lidhur shumë mbas ne dhe kur ishte i vogël, do flinte në krahun tim, në krahun e djathtë tim, pastaj do shkonte vetë te krevati vet, se nuk pranonte të flinte vetë. Për 9 vite, trishtimin e tij Xhemali ja ka shprehur vetëm dallgëve të detit, por sot ai ka shpresë gjithnjë e më shumë që gëzimin t'ia shfaq djalit në sy, një lloj si dikur kur ishin së bashku. Pra kjo ishte historia e zotit Xhemali dhe Samiu, se si ata janë ndarë me njëri tjetrin. Nga viti 2002, pra nga tetori 2002-shit, ju nuk e keni parë më, apo jo, shkëputët, ju u kthyehet në Shqipëri. Kanë kaluar 10 vjet, apo jo? Sot ai duhet të jetë 20 vjeç. 20 vjeç. Ndërkohë që ju, mbas jeni kthyer në Shqipëri, keni punuar si marinar, keni udhëtuar. Bëra disa kohë, 3 vjet tentativë, duke e ikur. 2 herë s'kalova, do të herë e tretë kam shkuar në Pesaro, kam kërkuar se kam gjetur. Pasandaj u detyrova e lash, duke takuar në një shok, pastaj fillova në det dhe u shkputa. Punoja largë. Kur vija rrallë tek që vija në Shqipëri, pyesja ndonjë shkuet e traketet, mos vjen ndonjë nga Pesara, pyesja, kam pyetur 2-3 veta që jetojnë atje, dhe më kanë thënë nuk e di. Se nuk ishin ata të vjetrit që kanë qenë shqiptarë, që ka shkuar shqiptarë të ri dhe nuk e njohim, thënë. I kam me 2-3 veta fotografinë edhe akoma s'ka dhe një përgjigje. Ndërkohë që ke tentuar nëpërmjet, ju jeni ndarë me gjyq, me ish bashkë, tentuar me të gjitha. Dhe fëmia i ka të kaluar asaj, apo jo. Por, ndërkohë gjatë të gjithë këtyre viteve, sepse kanë kaluar 10 vjet. Unë jo pa qëllim të pyeta sa e keni kërkuar dhe më thatë se kam shkuar, kam tentuar disa herë
të shkojnë në Itali për të atakuar, por ka qenë e pamundur, madje keni shkuar dhe në Pesaro, aty ku ai ka jetuar dhe nuk e keni gjetur në atë adresë. Nuk ka jetuar në atë adresë ishte. Nuk ishte në atë adresë. Më tej këtu nëpërmjet keni marrë vesh, keni dëgjuar nëse ai ka ardhur së bashku me nënën e tij për të vizituar Shqipërinë apo nga larg, pra e keni ndjekur? Më ka thënë njeri ka qenë fqinja atje te nënda e vet, që ka ardhur këtu, ka thënë, bashkë me nënën e vet, edhe në Tiranë, se ka dhe një motër në Tiranë. E ka marrë në telefon, më ka mbyll telefonin. Edhe nënën e vetë, e kam taku njerë, mi kam thënë, u bë, vetë një numër telefon, flasë me djalin. S'kam numër telefonin, më ka thënë, s'më shpërgjigju mirë. Edhe kështu kam ngelur der tani. Ju punoni marinar, apo jo? Si është jeta juaj momentalisht? Pse keni zgjedhur të punoni marinar, sa më larg tokës? Gjithmonë, kur erdhen në fillim, shikoja fëmijët vegjël edhe sot, po shikoj në fëmijët vogël qaj, nuk duroj dot. Nuk duroj dot. Se kujtoj se është fëmija imte, më do duke qarë. Vetëm për të larguar, mos shikoja fëmijët vegjël. Nuk duroj dot. Ushtrova në spital për këtë punë. Kam bërë farë kure. Në një farë mënyre jeni larguar tokës dhe jeni më shumë në det për të haruar ato që mallin. Jo për të haruar ato, po gjithmonë kur jam në tokë, nuk ndjem mirë. Shikoj fëmijë kështu me prindër, me ashtu, me them, po pse? Qa fati pata unë? Me djalin keni qenë shumë i lidhur, apo jo? Më dëgjuam në kronikë se... është me thonë, po deri në 7 vjeç ai nuk ndaj nga krevati, do vinde të flinte atje, da mirë, unë da qëhet e krevati vetës. Ishte pa mundur. Kishte raste për shembull që dilte, e dinte orarin që vija nga puna unë, kishte raste që unë punosha me orar zgjatur, dilte atje priste, si s'më thoshte nëna vetë, kthej në shtëpi e qante, pse s'po vjen babi. Ose kishte raste të djelave që kishin pushim, nuk guxoja të mbushja makinën me benzin, po mos vinte ai. Nuk lëvizja dot të djelave gjerja shtëpinë. Do vinte edhe gjithmonë do rinte më mbaja para makinës që nuk lejohej. 2-3 herë kam në gjoba. E kisha si kështu sepse mbante dhe emrin e babës tim, gjithë era fëmijë. Shpresojmë që ai të dëgjojë sot. Nuk e dim në qoftë se flet shqip apo jo, nuk e dim në qoftë se ja përcjellin të mesazh, se babai i tij e kërkon, e ka kërkuar vazhdimisht, madje ka ardhur sonte në një emision televiziv për ta kërkuar, thjesht dëshiron të lidhet me të, por unë mendoj se në gjithë këtë histori personi kyç është nëna e tij. Do doja të nëpërmjet kamerës së emisionit ton t'i bëja një thirrje, jo vetëm asaj, por gjithë personave që mund t'ja përcjellin këtë mesazh. Kanë kaluar shumë vite, kanë kaluar 10 vjet apo jo? Çfarë do të ketë ndodhur ndërmjet këtij çifti, do t'ju lutesha, do t'ju lutem juve zonjë, mos ja hiqni mundësinë që Samiu pra të lidhet me babain e tij. Vitet kanë kaluar, ne nuk na intereson, nuk duam të hymë në ato që kanë ndodhur, na intereson vetëm të lidhim babain me djalin, sepse gjaku nuk bëhet ujë. Këtë duhet ta kuptoni, unë kam besim se ju do të vini dorë në zemër për t'i dhënë mundësinë këtij babait t'ia dëgjoj djalit zërin mbas 10 vjetësh. Madje ju nuk e keni parasysh se si mund të jetë ai sot apo jo? Vetëm mund ta njoh vetëm nga buza. Edhe nga flokët. E mbaj mund flokët, i ka si të mija të anash. Në qoftë se djali të ndjek, pra në qoftë se Samiu të ndjek, çfarë do t'i thosh? Qoftë se më ndjek, do t'i thosha vetëm të marrë një telefon. Të lërë një numër telefoni, vetëm të bisedoj njërë. Po të deshi pasonajt, vitëm të tako, vetëm të bisedoj njërë. Ta di që është gjallë, e di që është me nënën, a me kë është rrinë, nuk e di, është di gjë fare, vetëm duhet ta ditë paktën. Nga ato momente që më treguat pak më përpara se ju ishit shumë të lidhur me njëri tjetrin, çfarë do t'i kujtoje sonte? Në qoftë se ai do t'i kujtoja vetëm këtë, që sa herë që vinte darka, flitet e krahu im. Ai e mban mend se i vogli e mban mend shumë. Deshi vetëm paktën ose nënë vet.
një numër telefoni, këtu priten njerëzit edhe... Falin. Edhe falin. Pa tjetër. Jo, unë asë gjo, për kundra si më bëri. Me gjitha të zdua të di për asë gjë, vetëm të flasë njerë me djalin. Flasë me qunin asë gjë zdu. Ne kemi tentuar pra të lidhemi me të, kemi rënë në kontakt me familjen e saj këtu në Shqipëri dhe në një farë mënyre kemi siguruar të paktën një foto. Faleminderit. Është hapi parë, por nuk mbaron këtu. Të kemi të siguruar një foto, ti do të shikosh se si është djali sot. E ke lënë 9 vjeç, do të shikosh se si është sot. Unë do doja regjistë më ndihmonit, apo e kemi në laptop, atëherë do të vish me mua, për ta parë se sa është rritur pra Samiu, jo për publikim. Ne kemi publikuar foton e Samiut, por ai këtu është me... është rritur, apo jo? Mashallah. Kështu më kanë kallëzu, se këtë që një lajqë që më tha mua ka arta me ta, më tha. Dhe e pati lyrë flokët e me gjithmonë t'i ka lyrë. Djali është ndoshe mirë. Faleminderit. Kjo është kryesorja, megjithatë ne do të përpiqemi, do të tentojmë që ndoshta thjesht të lidhet me ju. Në fotografi kështu nuk dha. Patjetër do t'ja u japim dhe këto ndoshta mbas emisionit e kemi edhe fotografin, por kjo është skanuar dhe është në laptop për ta parë ju dhe për të mos e bërë publike, ndërkohë që mund të uleni, ky është e hapi parë. Megjithatë, ne kemi tentuar disa herë pra për të lidhur, ndoshta me nënën, me ish-bashkëshorten, tentuar me nënën e Samiut, nuk e di ku jemi për momentin, Seda. Ne, në momentin që morëm historinë, kemi filluar kërkimet. Kontakti parë që ne kemi menduar për të bërë është ka qenë gjyqja e Samiut. Pra, sepse normalisht ajo ka një kontakt me vetë djalin, dhe ndoshta ishte më mirë që ne të kishim një kontakt nëpërmjet gjyqes dhe kjo histori të mbyllej këtu. Babai të merrte një numër telefoni dhe gjithçka të mbyllej. Por në momentin që ne kemi takuar gjyqen e Samiut, do doja regjia të më ndihmoni me pasaportën televizive të Samiut, Seda? Po, fatkeqësisht nuk kemi arritur të marrim dot një numër as të Samiut dhe as të zonjës Flutra, pra të nënës së tij. Gjyqja e tij na pohoi se djali është i vogël dhe nuk mund ta shqetësojmë dot. Duhet të themi se Samiu aktualisht është 20 vjeç dhe është ai që vendos për jetën e tij, të paktën ti dëgjoj zërin të jari dhe ti thot se ku jeton dhe se është mirë apo jo. Ne tentuam për të folur dhe me zonjën Flutra nëse vërtet djali nuk donte të bisedonte, por dhe kjo gjë nuk na u bë e mundur. Atëherë ne kemi filluar kërkimet në rrugë zyrtare, duke kaluar këtë histori ambasadës tonë në Itali, gjithashtu edhe me korespondentët tonë në Itali për të arritur të paktën të gjejmë një kontakt vetë me djalin, që të marrim një përgjigje nga vetë Samiu. Dua të them se kërkimet tona kanë vazhduar dhe në rrugë private. Dua të them se kemi arritur të kontaktojmë me disa persona të cilët me kërkimet tona në internet, në rrjete sociale. Kemi arritur të gjejmë 2 persona me të njëjtin identitet. Fatkeqësisht nuk kemi arritur të flasim me këta persona, pasi dhe fotot e tyre nuk ishin fotot të tyre, por disa foto të tjera. Dhe nuk kemi arritur të marrim një përgjigje zyrtare prej tyre. Nëna gjyqe e Samiut, më falni, na premtoi se do na jepte një numër telefoni të zonjës Flutra, por që ditën e sotme kur ne kontaktuam në telefon me të, fatkeqësisht nuk na i mundsoi këtë numër telefoni. Unë do them se dhe natën e sotme kemi marrë shumë informacione si Visi, Stella dhe kolegë të tjerë nga disa persona të cilët kanë pohuar se e njohin Samiun dhe se ai jeton ende në Itali. Shpresojmë që natën e sotme të kemi diçka të saktë. Ta shpresojmë të kryesorja është të flasim me Tiatin, vetëm kaq t'ia dëgjosh zërin dhe pastaj të tjerat ju do t'i zgjidhni me njëri tjetrin dal nga dal. Por jeta është e gjatë, unë jam e bindur që shumë shpejt ky ishte hapi parë. Pra, me sa shikoj ka telefonata, ka informacione. Pohojnë se... Atëherë dhe njëherë regjia më ndihmoni me foton e
Samiut, pra për të gjitha ta personat të cilët dëshirojmë pra dhe njëherë të publikojmë foton e Samiut, atëre Sami Halimi, japim dhe njëherë të dhënat, Seda? 20 vjeç, po jap dhe një herë të dhënat e djalit. Sami Halimi, mosha aktuale 20 vjeç, vend të lindja Itali, ka shkëputur kontaktet me familjen e tij në tetor të vitit 2002 nga Italia. Unë i bëj thirrje të gjithë atyre personave të cilët e kanë parë ose din diçka për vendodhjen e vet djalit të na kontaktojnë për të na dhënë një numër telefoni që ne të flasim vetë me të për të marrë vesh nëse është vërtet dëshira e tij për të folur me babain apo jo, ashtu siç na pohoi dhe gjyshja e tij që nuk dëshironte të fliste me babain. Megjithatë, kjo i takon Samiut, apo jo? Thjesht ai do të flasë me ty, ju do t'i zgjidhni. Unë jam e bindur që shumë shpejt ndoshta do të harim ta kryojmë edhe këtë lidhje. Do t'jemi në pritje me sa janë duke kontaktuar, pra Benardi është duke kontaktuar momentalisht me një person, të shikojmë se çfarë mund bëhet, ndoshta deri në fund. Atëherë, më thoni ku jemi me rastet e tjera. Esat Hoxha më thatë kemi një bum të madh telefonatash. Shënja Jete, vazhdojnë të vinë, po. Kemi disa emra të rëndësishëm, të cilët kanë qenë pyesur në historinë e Esatit, por nuk do doja t'i bëja publike në mënyrë që të bisedojmë njëherë me këta persona dhe më pas të japim rolin e tyre personave që kanë patur në jetën e Esatit. Atëherë mbas 81-shit kemi pas një në vitin 1989, apo jo? Ka persona të cilët, do të them, pohojnë që Esati mund të jetë gjallë. Do të thonë dhe rrezojnë atë pjesë, do të pak në atë pjesë që është ditur të thëmë në atë periudhë. Ka persona të paktën nuk dua të bëj të ditur të thënë në pozicionin e tyre të punës, por që janë vërtet të rëndësishëm të thënë si informacione. Dhe duhet thënë në historinë e Esatit, sonte ne nuk ndaluam shumë tek personazhi tjetër, pra tek vajza, e cila ka qenë me Esatin. Kush ka qenë kjo vajzë? Jemi duke pra kërkuar rreth këtij personi, i cili për momentin është i dyshim, nuk dihet, familjarëve njëri është e thënë se quhet Dinora, njëherë Monda. Megjithatë, ka persona të cilët kanë telefonuar sonte dhe kanë njohur Esatin, madje kanë punuar së bashku me të. Dua të falenderoj të gjithë ata të cilët kanë telefonuar, ish punonësit e Hotel Adriatiku të atyre viteve dhe na kanë deklaruar se do të na ndihmojnë për të na zbërthyer pikërisht të puzzle, për të marrë vesh pra kush ka qenë kjo vajzë dhe çfarë di ajo për momentin. Duhet thënë se familjarëve para 10 vjetësh ju ka shkuar pra në der një vajzë dhe ju ka thënë se unë kam qenë vajza me cilën ju kanë thënë se është aksidentuar Esati. Ndërkohë që identiteti i saj nuk është marrë vesh asnjëherë, është larguar, kanë qenë pra informacione tek TUK të cilat nuk janë zbuluar asnjëherë, ne jemi duke kërkuar sonte dhe kjo ka qenë arsyeja pse nuk kemi qëndruar shumë tek kjo vajzë. Megjithatë për Esatin vazhdojnë të vinë pra informacione të dhëna të cilat do të verifikohen. Dhe ndërkohë ne do të shikojmë dhe dosjen e tij në prokurori se çfarë përmban brenda dhe si kanë qenë ekspertizat të cilat janë bërë dhe çfarë të reja të tjera kanë zbuluar, duke marrë parasysh dhe dëshminë që na tha shoferi, i cili ka qenë personi dëshmimtar pra në atë ngjarje. Po. Është një informacion për Samiun dhe do të shëroj të fliste vetëm me jove. Vetëm me mua? Për Samiun, po. Alo, mirëmbrëma? Po, zotri, ju dëgjoj. Po? 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 Përse e takuat ju? E njëjnë e keni të afërm? E keni shok? Po? Në çfarë zone të Italisë? Në çfarë zone të Italisë? Po, edhe? Po? Po?
thjesht e pat rastësisht, apo shkuat rastësisht aty? A mund t'ma jep një emrin e këti shokut tuaj që ne të kontaktojmë të? Keni ndoj numër? Shqiptarës ty? Keni ndoj numër telefoni? Unë ju falenderoj shumë për informacioni, zotri. Gjithë të mirat, natë e mirë. Është një informacion në cili ngelet për të verifikuar. Gjithsesi jemi në pritje. Më thoni pak për sa i përket e satit, kemi diçka tjetër? Më tregoni pak. Ka informacione të shumta siç theksoj edhe Silva, do të thonë janë goxha konfidenciale do thoja, sepse janë përmendur shumë emra personash, të cilët ndoshta mund të kenë pasur lidhje kyçe në këtë histori të çuditshme. Por për arsye të kërkimeve ne nuk do donim t'i publikoni, po ka informacione goxha shpresdhënëse dhe vetëm për të verifikuar. Vim tek historia tjetër e Valdet Elshanit, ku jemi për momentin. Pasi, po? Për Valdetin vazhdojnë të vinë prapë informacione nga Londra. Është një person që mendon se kemi të bëjmë me të, është një zonë, ka specifikuar zonën. Thot, mendoj se është ai, po nuk është i sigurt, i di gjithsesi vendbanimin, edhe thot që do mundohem që nesër të shkoj ta verifikoj, pasi të paktën nga ngjashmëria fizike mendon se mund të jetë. Ngelemi ndërmjet Londrës edhe Çekis. Në 2005-2006 ka marrë një zotëri i cili deklaron apo jo visi se ka jetuar së bashku me disa shok dhe me Valdetin në një shtëpi, kanë punuar në një zonë në Çeki, apo jo, e cila quhet? Flasim gjithmonë për shtëpinë e Pilsenit. Si? Pilsen. Jo, përveç Pilsenit, ajo ka qenë deri në 2001 ka jetuar aty, më the pak më përpara në një zonë në kufi me Gjermanin. Mbase të kanë ndonjë nga kolegët e mi, nuk e din. Atere, përsa e përket Pilsen, ndoshta ma ka dhënë dikush nga kolegët tuaj, po, ma ka dhënë Seda, me sajmë në dini, në qytetin Klatov, apo jo, Seda, në Çeki, pa shkuar në Gjermanin, kufi me Gjermanin, Klatov, 2005-2006 mendohet se kanë marrë disa persona cilë deklarojnë se kanë jetuar së bashku me Valdetin, gjithsesi janë duke kontaktuar gazetarët për të marrë vesh se ku më ndodhet momentalisht. Ndoshta nuk ka bërë dokumentat. Ka pas edhe diçka javën e kaluar, Bernard, kemi pas dhe një dokument të cilë nga familjarë, se a i ka pas dhe një problem gjyqi, apo jo, në Çeki. Gjithsesi është duke u verifikuar dhe ai dokument, apo jo? Flasim për çfarë viti aty? Në fakt, aty flitet për vitet, diku nga vitet 2000, por gjithsesi nuk është fort i qartë dokumenti. Flitet më shumë për disa shpenzime administrative të gjyqit, domethënë kush palë do t'i paguante. Nuk është i qartë se kush e kishte fituar një proces gjyqësor dhe për çfarë bëhej, por që njëra nga palët ishte Valdet Elshani. Ndoshta ai është duke pra për të aplikuar, për të pajisur me dokumenta, mund të ketë, prandaj unë thash dhe pak më përpara, mund të jetë në vështirësi, nuk e dim se si mund të jetë jeta e tij, kështu që të shikojmë se si do të zbërthejnë gjitha këto informacione që kanë ardhur sonte, edhe në ditët në vazhdim. Kemi diçka tjetër? Po. Atëherë, një zotëri deklaron për Valdetin se para një viti ka punuar me të në lavazh, njëhi me emrin Robert. Në atë kohë, gjithashtu i ka pohuar se ishte nga komuna e Rahovecit dhe ka qenë i martuar në Kosovë. I martuar në Kosovë. Por aktualisht zotëria jetonte në Zvicër dhe nuk e shpjegonte se kur mund të kthehej sërish që të kishte një kontakt me të. Gjithmonë bëhet fjalë për në Londër, Silva? Po, për në Londër, për në zonën e Londrës. Atëherë, unë do doja të kontaktohen me këtë zotëri për t'i marrë zonën se në çfarë lavazhin Londrë t'ia kalonit e satit. Sa ai mund të vazhdojë akoma. Okej. Atëherë, për Samiun, kemi diçka tjetër, sepse kemi ardhur në fund, duhet po. Me sa shikoj vazhdojnë të vinë po? Pas ta kaloj. Të shpresojmë që të kemi diçka pozitive, gjithçka ndryshon, gjithsesi. Kemi marrë shumë të informacion për Valdetin, ndoshta jemi në rrugë të drejtë, është çështje kohe, besoj se për të rënë në kontakt me të. Gjithsesi do të jemi në pritje, ndërsa për Esatin, po zbulohet pak nga pak gjithë misteri i Esatit, Esat Hoxhajt, i cili
më është zhdukur më mirë tashmë po del në rrethana misterioze, pra në vitin 1981 është bërë një aksident, me sa duket nuk ka qenë Esat Hoxha, ky person i cili është aksidentuar. Nuk e dim se çfarë drejtimi ka marrë jeta e tij, por sonte nga telefonatat e shumta që kemi marrë dhe nga ish punonjës të sigurimit të shtetit të asaj kohe, dhe ata na pohojnë se Esati pra është stërvitur që kur ka qenë në ushtri dhe jo pa qëllim është futur në hoteli Adriatik, e të tjera cilat për momentin nuk do t'i bëjmë publike, por në ndiqni javës që vjen të nderuar mi se çfarë do të kemi zbuluar për historinë e Esatit, për Valdetin, por dhe për a do të kemi mundur do të kontaktojmë me djalin e Zotit Xhemal, me Samiun. Mos harroni ritransmetimin e emisionit tonë ditën e nesërme. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, mbështetjen tuaj, bashkëpunimin me emisionin tonë. Deri të mërkurën që vjen, miru takofshim, natën e mirë dhe mirupafshim.